Miqtë Top Channel, mirë dita, mirë se vini në Shqipëria Live, do të jemi së bashku në 2 orët në vijim. Zyrtarisht po, nuk është më një kafe siç aludoi, një takim privat apo diçka që nuk do duhej të shqetësonte anëtarët e Partisë Demokratike dhe deputetët, për shkak se tani po është zyrtarisht një fraksion i ri dhe është një rrugë ndryshe që Saliani zgjedh nga kreu i Partisë Demokratike Berisha për t'u takuar me demokratët. Në një intervistë dhënë ditën e dieshme, Saliani u shpreh tekstualisht, nëse do të krijonte një parti të re, ai thot, unë jam në PD, nuk largohem, do krijoj hapësira, nuk ka marrë asgjë qyl në jetën time, në politik duhet të shqetësohen ata që nuk i takojnë demokratët. Në 2021 më larguan nga lista, por unë jam ende këtu. Por si është Saliani? Apo krijon vërtet një fraksion? A ka mbështetje nga anëtarë të Partisë Demokratike? A ka ndonjë deputet të parlamentit i cili mbështet Salianin, apo është vetëm Ilir Ali Mehmeti dhe të pakënaqurit siç i konsideron Berisha? Anri Bala është me mua në studio, faleminderit për kohën, Danada Kola, faleminderit, Lavdrim Lita, kënaqësi. Bëra këtë hyrjen që t'ju lë fjalën ju, është një grupimi të pakënaqurve siç e quajnë Berisha apo grupim i rëndësishëm? Të jap Danadës parës? Patjetër. Po. Faleminderit Sidorela. Unë mendoj që të dy, po themi, pjesëtarët kryesorë të kësaj lëvizje, nëse mund ta quajmë kështu, janë një nga njerëzit më aktiv që ka patur Partia Demokratike përpara se të kishte betejën dhe për të vazhduar betejën e tij me drejtsinë, që ishte Saliani, dhe pas daljes së tij normalisht që kishte humbur mundësinë për të qenë në parlament. Dhe tjetri është Ilir Ali Mehmeti, i cili për pak vota, jo për fajin e tij, por në fakt për fajin e kodit, nuk arriti të futet në parlament. Fakti që ata nga 11 maje deri në sot nuk ka patur një analizë zgjedhjesh dhe nuk e di edhe sa kohë do duhet kishte për të pritur Partia Demokratike për të patur një analizë zgjedhjesh. Dy njerëz që kanë zë dhe pesh duan që patjetër të kenë zërin e tyre dhe të merren parasysh, sepse deri tani po shohim që ata që janë më të votuarit nuk është se u morën në konsiderat. Nuk ka folur asnjëherë në mbledhjet që zhvillojmë, tha Berisha. Nuk e di. Ndërkohë që ne që kemi ndjekur e kemi parë Salianin që ka patur reagim, ka qenë nga zërat e parë që ka thënë që duhet të bëjmë një diskutim se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, ka të drejtë kur kërkon edhe mendoj që duhet Partia Demokratike të shohë edhe gabimet që ajo ka bërë, pra mos ta ketë gjithë retorikën që janë vjedhur zgjedhjet, por të shohim se pas një sistemi kur ti hyn nuk merr atë që dëshiron, je shumë larg madje asaj që dëshiron, duhet të ketë dhe mbajtje përgjegjësish, qark më qark, disa lëvizje strukturash, gjë që nuk e kemi parë, kështu që unë mendoj se kjo është një derivat i asaj që është kërkuar nga 11 maj nga Saliani dhe nuk është një surprizë në fakt për mua. Gjë që nuk është i pari që e tenton apo jo, Anri? Dhe pasire, kështu zërat brendshëm kemi parë, që pra brenda PD-s, po më i forti që ka qenë zoti Basha të paktën që ndodhi pas largimit zotit Berisha nga partia për shkak të marrëdhënieve të tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si u shpall non grata. Zoti Basha besoj, ndoshta i pari dhe besoj se do të ngelet i vetmi, që e provoi me të gjithë fuqinë që kishte, jo vetëm ai, po dhe me ndihmën e ndërkombëtarëve, të largojë zoti Berisha dhe nuk e arriti dot. Kështu që zoti Berisha u rikonfirmua prapë si lideri i Partisë Demokratike, mori 500.000 vota me siglën dhe vullën e zotit Meta në zgjedhjet lokale, dhe gjykata në mënyrë kështu harmonike dhe logjike vendosi që jap shumicës. Ati që i takon, se nuk mund të japësh unë kam këtë mendim, po tjerë mund të mbajnë mendim tjetër. Kështu që në këtë kontekst unë nuk shoh në një shpresë të madhe te kjo lëvizje, por ama është një lëvizje që i shërben edhe zotit Berisha, i shërben edhe zotit Saliani, i shërben edhe zotit Rama. Rama, po pse Rama, se kam dëgjuar këtë teorinë. E dëgjova me Salianin që ndjej pak i acaruar nga kjo ideja që po ndihmon Ramën. Ka një zoti Berisha i mbaron mandatin për pak muaj, për 3-4 muaj. Po do këtë zgjedhje në prill Partia Demokratike. Po pra, 4 muaj. Do kërkon rikonfirmimin sërish si kryetari i Partisë Demokratike. Tani si do e bëj këtë? Pa bërë një analizë. Ja ku është analiza? Thonë, u bë analiza, dolëm, e morëm vesh, se humbëm, na vodhën, po është e njëjta kasetë që vazhdon. Zoti Saliani do mundohet, se është zoti Ali Mehmeti, bashkë me zoti Saliani, se bëjmë sikur s'është zoti Aulon Kalaja, zoti Murizi, është një zë gjithmonë në opozitar brenda partisë, dhe ca të tjerë pastaj që ndoshta janë më pak faktorë për shkak të ka zëra kundra edhe brenda partisë që nuk kanë shkëputur ende nga partia. Problemi është se në
pozitat ku janë sot... Pak frikë kanë të flasin shumë hapur, sidomos ata që janë brenda parlamentit. Zoti Saljani është i vetmi nga PD që ka bërë burg për partinë, mendimin tim. Pra është sakrifikuar për partinë. Dhe ndoshta këto nuk e shohin si të ngjashëm, sepse gjithë të tjerët janë munduar të shpëtojnë burgut paktën këto vitet e fundit, sidomos tani. Kështu që ndoshta nuk kanë intolerancë ndaj njerëzve që bëjnë burg dhe arrestohen, dhe ndoshta nuk e shohin si të ngjashmin e tyre zotin Saljani. Dhe për shkak të mbivendosjes së tij, ose për shkak se zotëria po tenton përmes të tjerëve dhe vetës të rifaktorizohet brenda Partisë Demokratike, sepse ky e ka një bazë të humbur deri në të paktën me elektoratin deri në vitin 2029 nuk rikandidon, pra i bie 2033, pra nga tani 8 vite zoti Saljani s'mund të jetë as deputet, maksimumi zgjedhet 2031-shin, kryetar parti është tjetër gjë. 2031-shin mund zgjedhet kryetar bashkie. Partia ata e mbylla në fillim atë pjesën që është ndarë partia, kur nuk arriti ta shpuste zoti Basha me fjalë që ishin deputet, shumë deputet, që u shkëputën nga zoti Berisha, ku dhe vezën zoti Saljani është shprehur kundra atëherë, dhe ai rirekrutoi sërish. Unë besoj se të njëjtën gjë do bëhet tani, me sipas logjikës përça dhe sundo, do i ofroj ato që duan këta të tjerët që janë përreth tij, dhe ajo që më vjen keq është që skuptojnë njerëzit, për shembull, se thonë për shembull zoti Ali Mehmeti është pak i ngathët ose i mefsh, nuk e kupton lëvizjen e Saljanit. Në fakt, unë besoj se të gjithë ato që janë rreth zotit Saljani do largohen për shkak të interesave që do tregojnë rrugës, dhe zoti Saljani kanë frikë se do ngelet vetëm. Të paktën kjo është ajo logjika nuk është hera e parë që Saljani do ngelej vetëm. E di pse ta them këtë, se po mendoja teksa ti po flisje dhe po mbaja pak shënim emrat. Në 8 janarin e famshëm të zi të Partisë Demokratike, pjesa e grupit ku ishte dhe zoti Saljani, ishte me Bashën, që drejtohej, zonja Ngrida Duma, Saljani, Bardhi, Oriola Pampuri, Kreshnik Çollaku, Jorida Tabaku. Dhe Basha sot nuk ekziston në politikë. Ngrida Duma nuk është pjesë e politikës. Saljani për dëshirë të saj, nuk është e hoqë parti. Oriola Pampuri nuk është në pjesë. Oriola është e Basha. Kreshnik, së shfarë në parlament, e kam fjallë edhe në politikë se me Bashë, po tishme Bashë së s'ke parlament. Kreshnik Çollaku, pati një... Rokad. Jorida Tabaku, është nga mod është pjesë e votuarat. Partisë Demokratike. Jorida në atë takim nuk ka qenë brenda. Jo, nuk ka qenë në 8 janar tek asnjëri, por Jorida Tabaku ishte kundër Berishës atë periudhë. Sot është në parlament në listën të cilën nuk e vendosi Berisha, por u zgjodh me votë të deputetëve, dhe Gazmend Bardhi është me Berishën sot. Që do të thotë Saljani ka mbetur vetë nga i 8 janari i famshëm. Po pra, këta nuk duan Sidorela. Nuk është se dashurojnë me njëri tjetrin, se s'kan se si dashurojnë. Ta nuk duhen asnjëri me njëri tjetrin. Më përshtypje Bardhi për shembull shumë kundër kësaj që po bën Saljani. Problemi është në këta janë pozita interesash. Prandaj ti thua, do ikin dhe të tjerët. I duhet. Tani po ta marrim kështu akshe i vetmi person aty që në raport me drejtësinë ose që është me i saktin të paktën procedurë parlamentare, zoti Bardhi është, prandaj ka dhe atë postë që ka. Por unë besoj se i duhet. Aq sa Berisha arriti të kapërxej, por ndoshta për momentin gjithë retorikën që pati zoti Bardhi ndaj Berishës dhe Berisha vetë nga zoti Bardhi. Pa akuzat e ndërsjellta i quhetën disa deklarata politike që në fakt nuk ishin ashtu. Jo pa qëllim, ditën e djeshme, Lita, do të kërkoj mendimin për Saljanin, po me këtë do ta lidh. Pata në program 3 lidhje direkte, të një pasnjëshme me deputetët e Partisë Demokratike nga kuvendi. Tabaku sa hallet e shtëpisë diskutohen brenda shtëpisë. Paka shumë ishte një jo thënë me finesë që thot Tabaku në intervista për foltoren e Saljanit. Klevis Balliu nuk besoj që e vën dyshim se çfarë ka thënë. Zoti Luan Baçi tha nëse Saljani thotë që PD-ja është e paaftën, mbledh protestues, paafti i parë është ai, se ne kishte sjell ai tha. A është vetëm si thot Anri? Unë besoj se është një gjë e mirë që bëhet një bisedë politike brenda Partisë Demokratike, sepse si Partia Demokratike dhe partitë e tjera të opozitës, përfshirë edhe partinë më të madhe të majorancës, Partinë Socialiste, janë depolitizuar dhe nuk bëjnë më biseda politike. Fakti që Saljani ka nisur një foltore për të bërë biseda politike me anëtarët e Partisë Demokratike, me qytetarët e interesuar për të bërë politik dhe jo për të bërë biznes, është një gjë e mirë. Mendoj që është në kohën e gabuar. Është e vonuar sepse duhet ishte bërë në maj, në qershor, në korrik, në gusht, në shtator, në tetor, dhe jo në momentin kur Partia Demokratike duhet të bënte një betejë publike
kundër abuzimeve të zëvendës kryeministres Balluku me tunelin e Llogaras, me lotët e Unazës, të lutem. Dhe kjo gjë nuk u pa. Të lutem. Partia Demokratike duhet bëjë një betejë për të delegitimuar qeverinë zëvendës kryeministren në raport me abuzimin dhe shpërdorimin e detyrës. Partia Demokratike ka humbur vokacionin magjoritar në shoqëri. Zgjedhje pas zgjedhje humbin numrat, nga 620.000 të 2021-shit në 500.000 të 2025-s pritet dhe nëse nuk ndryshojnë të shkojnë edhe më poshtë. Dhe duhet të ketë një bisedë politike, nuk po bëhet asnjë bisedë politike. Ne po bëjmë bisedë emrash dhe interesash shumë të ngushta, por qytetarët nuk e kanë më mendjen te Partia Demokratike. Sali Berisha mund të flasi për kërthizën e tij, Saljani mund të flasi për mendimet e riorganizimit brenda Partisë Demokratike, por hallet e qytetarëve, problemet e qytetarëve me arsimin e infrastrukturën, me ilaçet, me Saljani do partinë apo do opozitën, se janë gjëra shumë të ndryshme dhe Saljani për partinë sot ka momentin më të duhur të garojë. 4 muaj para ditës kur do bëhet gara. Po ta bënte 6-7 muaj para do venitej rrugës. Do kritikën time. Pastaj do shkojë. Në fjalimin e parë të foltores duhet kishte një fjalim programatik. Ku jemi në raport me ndërkombëtarët, ku jemi në raport me menongratët, ku jemi në raport me Spakun. Nuk jemi se jam dakord unë me këta. Po ne duhet ta dimë se ku qëndron ky sotria, ku qëndron. Ju s'po bëni opozita. Në çdo lloj partie opozitare tjetër, në momentin që ka kaq shumë skandale qeveria do kishte çuar shtetin këmbë, sa Partia Socialiste e çoi me një video të Ilir Metës, që Meta madje e kishte dhënë dorëheqjen, tha dhe prapë PS-ja e gjeti frymën ti ngrinten protestat, ndodhte ajo që ndodhi 21 janar. Ne I kemi këtu. Ata nuk po japin dorëheqjen dhe nëse çojmë dot njerëz, dhe je tha shumë hapur. Jam shumë dakord. Por problemi aty është Sali Berisha, I cili ka graduar njerëz të pamerituar në poste drejtuese, përfshirë Gazmend Bardhin, kryetarin e grupit parlamentar, I cili është përgjegjës për humbjen e qarkut Fier, e çoi deri në 4 deputet. Përgjegjësin e humbjes në qarkun Elbasan e bëri nënkryetar, përgjegjësin e humbjes qarkut Tiran e bëri nënkryetar. Pra aty janë emëruar njerëz të cilët nuk e meritojnë postin. Dhe për këtë arsye qëndroi në krah të Berishës, sepse Berisha I ka shpërblyer me një gjë të pamerituar dhe karriera e pamerituar është mëma e gjithave të qijave. Dhe Saljani këtë duhet të thotë. Jo ta them unë nga studio, duhet ta thotë. Bardhi dhe tabaku, prandaj është kështu. E keni menduar ndonjëherë? Nuk ju dha asnjë post. Domethënë bëri burg për partinë kur thotë Anri, po asgjë s'morin këmbim. Po dhe në protesta u harrua kishte pe ndonjë fri Saljani me ndonjë vend? Vetëm të gjithë ishin fri Berisha, as në kovë. Vetëm javën e parë. Pa sa për nxitur për të marrë alibi për protestë, kaq. Vjen keq, nuk ka bër burg për Partinë Demokratike. Saljani ka bër burg sepse akuzohej për një kallëzim të rrem që gjykata mendoi se ishte e tillë dhe ai ka ndjekur gjitha proceset dhe është në qeli. Nuk ka bër burg për Partinë Demokratike. Nuk është një burgosur politik siç janë në të gjitha regjimet. Dhe mos abuzojmë me termat që përdoren dhe hidhen kështu. Po s'ka të burgosur politik Shqipërisë. Pikërisht pra, burgos politik ishin ata të para 90-s. Po jo, po them bëri burg për partinë sepse zotërisë. Nuk ka bërë burg për partinë, por çfarë partia? Si ka partia të bëjë burg? Aty të lanë dorë ta merrte përsipër videon. Pavarësisht se bëri gabim ai, se si nuk po gjykoj gabimin. Unë po gjykoj për në shërbim të kujt e bëri. Pra kur thua unë s'mori asgjë këmbim faktikisht, nuk u arrit asgjë me atë. Po s'mor asgjë. Vetëm u telendizën. Dhe bën dhe burg në këtë koncept. Nuk ka më burg politik sot. Se s'kemi si të kemi burg politik sot. Diskutimi Saljanit nuk është lidhur ndonjëherë dhe nuk thot ai që erdha këtu me që shkova në burg dhe su shpërbleva. Jo, thot ai, jam I vetmi që kam bërë burg për partinë. Sa ata e dinë me njëri tjetrin raportin me njëri tjetrin. Gjithkohën e dur, nuk e bëri këtë lëvizje sa doli nga burgu, se po të kishte qenë për këtë qëllim vetëm, do kishte bërë këtë lëvizjen sapo doli. Dhe kishte edhe vëmendjen e dur me njerëzit sa do. Jo, ai Unë të bëj një pyetje edhe të Natës edhe Lidës. Më fal, po t'ishte Berisha në vend Saljanit me videon. Ja ta kishin çuar Berisha prokuroria e zakonshme për kallëzim të rrem. Mendon jo për shkak të moshës, po për shkak të pozitës dhe forcës që ka në ose edhe Basha kur ka qenë. Mendon se bënte ndonjë ditë burg për kallëzim të rrem? Jo. Po pse e bëri ky zotëria? E bëri sepse kjo është ideja, sepse gjykata vendosi Po këtë arsye, duke gabuar për mendimin tim, duke gabuar, sepse ne kemi qindra kriminalë që meritojnë të bëjnë burg dhe të dënojmë njerëz tash në qeli për një person për kallëzim të rrem, është ishte e tepër. Bësh burg për partinë, jo domosdoshmërisht duhet bësh lider I partisë nesër. Jo, absolutisht. Pra ka arsye të tjera pse kërkon këtë gjë. Nuk po them të, unë dua që ky zotëria dhe ata që ndjekin, Ali Mehmeti, Kalaja dhe shumë të tjerë, të jenë të qartë
se çfarë duhen të bëjnë në raport me Kush janë Shqipërinë. shumë të tjerë, mëse gjithmonë kështu thoni, Ilir Ali Mehmeti, Kalaja edhe shumë të tjerë. Kush janë këta të tjerë? Se s'po kuptoj. Berisha tha s'ka asnjë nga strukturat e PD-s Durrësit thatje. Në takim ka vetëm demokrat tha. E prapë se tendoj ta zgjidhon. Kryetarët, Hysem Kadiu, ka shumë njerëz aty, të cilët janë votuar. Kanë qenë Kopliku, kanë qenë persona që kanë qenë të votuar nga Vlora, nga gjitha qytetet e Shqipërisë në takimin negativ. Pra nuk është se është pa gjë kjo. Kjo është një gjë shumë e mirë që ndodh për të bërë një bisedë politike, sepse për këtë duhet bim dakord. Tu duhen bërë biseda politike dhe jo biznesi që bëjnë partitë me njëri tjetrin, më jep t'jap. A do jetë kandidat Saljani përballë Berishës në prill? Besoj se po, normal, qofse do e zgjedhë si kandidat, se besoj se zgjidhet nga kryesia, nuk është se propozon vetë ai, apo ka kandidat që propozon veten. Jo, vetë propozon, nuk ka. Vetë propozon, nuk është se vendos kryesia. Se mos na ndodh si zgjedhjet e tjera që doli Edi Paloka tha e vodhëm me pëmbashën kryetar se. Ato, ashtu, ore deri tani unë, në gjykimin tim, unë nuk e gjykoj fare zotin Saljani për veprimet që po bën. Unë besoj se të tilla veprime janë të shëndetshme, por tilla veprime nuk kanë realizim jashtë shtëpisë. Pra, të gjitha sistemet lëvizin ose ndryshojnë nga brenda. Nuk mund është tani kush është debati midis Saljani dhe zotit Berisha, sot që flasim. S'ka, njëri lenën, tjetri prenën. Gjithsecili flet për retorikën e vet, për projektin e vet. Unë besoj se nëse do kishte nevojë për debat. Dy tema ishin. Tema ishte që e para mungesa analizës, që u bën 6 muaj, 7 muaj pa bërë analizë dhe për nxjerr përgjegjësinë se pse janë humbur zgjedhjet dhe është vonuar dhe nisja ditës djeshme e analizës na thoni ju militantët se na I vodhën zgjedhjet nuk është analiza. Nuk është analizë. Dhe e dyta është që u bën listat e mbyllura dhe listat e hapura. Berisha I ka graduar, të ndryshëm, po njësoj e kanë thelbin në vetë. Edhe Berisha thot na I vodhi Rama zgjedhjet, edhe Saljani thot Rama vodhi zgjedhjet. Edhe Berisha thot Balluku ka bërë këtë, edhe Saljani thot Balluku ka bërë këtë. Është njësoj sikur t'i them lavdrimit. T'japi deklarat, më fal, t'japi deklarat tu te studio juaj, dhe unë t'jem një studio tjetër duke replikuar deklaratën e lavdrimit. Po prandaj ne sillet të tre këtu. Këtu bëhet debati, në sensin këtu është dhe shtëpia, pra Partia Demokratike. Po ku janë këto forume që aty debatohet më... Po nuk e di, nuk është tjetër gjë. Atëherë kërko forumin. Ti lufto për këtë. Prej 9 muajsh. Kryesia kur jam mbledhur, nëse ti ke hallin e shtëpisë, ka folur për protestat. Saljani ka kërkuar protesta. O lavdrim, po pra, po kur nëse ti ke hallin, të bëjmë foltore. Nëse ti ke hallin e shtëpisë, kërkon problemet e shtëpisë. Pastaj kalon njerëz se kush janë problemet e liderit të shtëpisë ose Saliut ose ekonomistit financierit të shtëpisë. Kalon njerëz te problemet e shtëpisë, problemet e shtëpisë zgjidhen nga brenda. Nuk kam parë unë që janë familjarë dhe njëri bërtet e rruga, tjetri bërtet brenda në shtëpi. Unë besoj se debati që të jetë I shëndetshëm dhe të jetë në raport me atë që kërkon dhe zotëria, por dhe lideri I partisë, duhet bëhet brenda. Nuk mund nisi jashtë. Si po bëhet brenda? Njëri është me demokratët e Durrësit. A është logo e Partisë Demokratike brapa Saljanit dhe brapa Berishës? Brenda dhe jashtë. Që tjetë si të Partia Socialiste që ne dim që ndodhin edhe nuk I dalin në media. Si të njëra si të tjetra, sinqerisht, po unë vetëm kam merakun se kjo nuk zgjidh gjë. Kjo thjesht do veri... Rritë frim për qarë se prap? Po kaq më, kjo është pandeta nisa që thashe... Tu përfiton, po të thash më të tre, Berisha, Rama dhe Saljani. Janë të tre. Saljani do të faktorizohet, sepse ka pushim të detyruar dhe në 2033-shin. Unë mendoj që Rama është I shqetësuar nga lëvizja e Saljanit. Po ta pysësh është në haltë. Rama është shumë interesuar. Rama është shqetësuar për gjëra tjera. Po asnjë vetëm për këtë zotja di fare, ai thotë shqyr. Mos ma shprehno fantazin deri në këtë pikë. I shqetësuar në sensin që ai do që Partia Demokratike të ketë një leadership të mykur, që nuk ndryshon, i cili fatikisht mendoj që Rama për Partinë Demokratike nuk është I shqetësuar momentalisht. Do ndryshim që ndodh në Partinë Demokratike reflektohet. Momentalisht Rama është I shqetësuar për çfarë? Atë që fillon me deklaron për asgjë tjetër. Jo, a di pse është shqetësuar ai? Për njerëzit që nuk firmosin. Për njerëzit që nuk firmosin. Ka dalë 2-3 herë dhe ka thënë që Shqipëria nuk po ecën përpara se Belinda Balluku nuk firmos dot. Po
pra, Kryeministri i Shqipërisë na tregon neve që Shqipëria nuk ecën përpara se Belinda nuk firmos. Jam dakord me ty Po pra, po këtë është e shqetësuar. Se po na bën për budalla. Po na bën për budalla, nuk na flet neve për 5 milionë për 100 milionë euro që vjedhin lart e poshtë dhe thot Shqipëria nuk fluturon dot nga Rina si në Kanada, se Belinda Bolluku nuk po i brendshëm i tyre. Dhe debati i tyre i brendshëm Ramës i shërben se thot po merren me këtas, po merren me çfarë halli kam unë. Ai shërben që të rikonfirmohet analiza e Po jo, pra se ti nuk po thuaj një gjë tjetër, që unë të them një ekuacion tjetër, që Berisha është interesuar që mos flitet për Ballukun. Po kjo është. Pra kjo është ajo. Kjo është ajo që duhet folur. E di pse zoti Berisha nuk është i interesuar mos flitet për zonjën Balluku, sepse e para njëherë nuk e inicioi zoti Berisha daljen e zotit Saljani, se pas e po bëjmë pjesë lëvizjen e zotit Saljani, po themi sikur e inicioi zoti Berisha. Nëse ky është delfini Berishës, atëherë është ky shmabet tjetër. Tani do ta gjejmë. Unë besoj se kanë interesat të tre, për shkak se marrëdhënia e tij minimalisht parlamentare ose me kuvendin është e zgjatur, sikur thash, ai është në ekzistencë politike. Pra, interesa kush ndaj kujt? Zoti Saljani për sa kohë nuk është në parlament deri 2033-shin. Do faktorizohet. Jo, më ka krizë ekzistenciale sepse ti harrohesh, me njerëzit nuk ke. Në parlament nuk ke, çfarë do bësh? Jo, s'është e gabuar, është e shëndetshme. Nuk thashë, nuk është në drejtën e tij. Zoti Berisha ka një humbje për shkak të Nenit Basha që thanë që kush është lider duhet largohet, nuk e respektoi. Zoti Berisha është në krizë besueshmërie brenda partisë sepse as zoti Berisha si zoti Basha nuk po e çojnë dot drejt fitore. Berisha nuk i humbi zgjedhjet, ja vodhën. Ja vodhën shumë mirë bën që ja vodhën. Edhe në partisë nuk e shohim sa i ka një grup të konsoliduar, nëse të vjedh ai duti një 10 herë. Po tjetër, u besoj unë. Pastaj kurse pa edhe unë e kuptova. Prandaj ta ktheva me ironi. Kurse Rama është interesuar të marrë zotin Berisha sa më gjatë. Po prit, është interesuar të marrë zotin Berisha. Po me Saljanin po aktivizon njësoj si në 2023-shin, kur ishte, po aktivizon 2022-shin, po aktivizon Berishën, se Berisha nëse ti e qonë, ne kemi parë në beteja jeta vdekje, ky njeri i bën të gjitha. Dhe besoj se kjo histori do përfundoj pozitivisht për Berishën. Dhe nuk mund themi që kjo është mangësi. Lafi madhe, kujdes. I bën të gjitha është lafi madhe. I bën të gjitha, po tetjanarin Berisha e bëri se bëra unë. Berisha e bëri tetjanarin. Nuk e bëra unë. Jo, ne s'po godasim dera po hapet vetë, ka thënë tetjanarin. Varet me çaj pan, me xham, ose me pa xham. Unë e pash me xham, zakonisht ishte një përplasje mes demokratëve dhe ishte e turpshme. Që jemi sot prap, mund të lindi kjo, po e njëjta, mund të kthehet njëjti skenar dhe mund të jemi të njëjtat kushte. Ama po është aq e vërtet sa Rama nuk është i kërcënuar nga asnjëri nga këto. Rama intereson ky debat i brendshëm i tyre për të faktorizuar, prap të merret akoma ndoshta zonja Balluku po, veçmas, po jo zoti Rama. Zoti Rama nuk ka. Nuk po ja citoj emrin, ama dua ta ndaj me ju një figurë të njohur të Partisë Demokratike, i cili më shkruan, po ndjek debatin dhe thot, janë të ndarë në dy pjesë. Njëri thot largohem kur dua vetë, tjetri kur ta ketë dhënë Perëndia, rrof demokracia. Besoj kemi të ndarë se kush është secili prej tyre. Po. Ai që flet me Perëndinë është zoti Berisha, sepse ai e cilëson veten siç ka thënë Gez Burimi në këtë program, ai sa të ketë jetë do jetë kreu i Partisë Demokratike. Kurse ky tjetër kur do vet, ka atë projektin e vet për të bërë rroba qepës në të ardhmen. Legjend bësh pas vdekjes. Nëse ke deklaruar ato, nëse mban me ato deklaratat e kryeministrit që do bëhet rroba qepës Gucci mbas lërnjës së mandatit, apo do bëhet poçar për të bërë këto vazot me dhe. Po tani, nëse ne lidhemi këtu 3 veta minimalisht dhe sulmojmë cilin do nga ata që ka një dëshirë të paktën për ta çarë këtë gjën, nuk e di si do bien këta të dy që ju pretendoni që njëri rroba qepës e tjetri Perëndi, nëse secilin njeri që hedh gurin e parë e masakrojmë në çdo studio televizive secilin nga ne. Denada, të lutem tani se ne duhet të flasim. Jo, do të themi të vërtetë. Çfarë është PD-ja në raport me qeverinë, çfarë është PD-ja në raport me qytetarët? Çfarë është PD-ja vetë njëherë? Nëse ne flasim për kërthishën e zotit Berisha, i cili ka 80-90 vjeçare, pe ato ti moshën mesatare nga rrudhët që flasin atyre. Dhe është një tmerr i vërtetë. Me ke pato të çfarë politike bën zoti Berisha me ata? Gjithë qoftë e gjithë. Edhe ati erdhi pak zor kur po dëgjonte recitimin, po megjithatë me kë pret ti bëj foltoret, kushdo. Me kë pret Lita, e kam seriozisht, me kë pret të shkosh në foltore në Mirdit, në orën 6 pasdite të bësh në Mirdit, ata kanë mbetur.
Me këtë do ta bëjnë në mirë ditë foltore. Po Ka nevojë që tash të zbulojnë në mirë ditë. Ne shohim buxhetin e shtetit. Foltoret me tematika është një gjë tjetër. Luanin e merr pensionistët dhe kuptojnë se kush janë. Tani, përpara se ta mbyllim, Saljani dhe kjo foltore nisëm zjat apo është diçka që venitet rrugës? Anri. Unë besoj se do të shkojnë deri besoj se paktën do të zjas, për shkak të aktorëve që po luajnë këtë. Cilët janë aktorët, do i bashkojnë deputet? Mjaftueshëm janë ato që janë, besoj se kanë besueshmërinë, po të thash edhe një herë, do mbaroj me rikonfirmimin e zotit Berisha si kryetar i Partisë Demokratike. Dhe nëse Berisha vendos vetë të lejë një administrator të Partisë Demokratike, ta vendosë ai, po them, se mos keq kuptohemi, jo e kuptova. Të ketë zgjedhje. Nëse ai vendos një administrator tjetër Partisë Demokratike, siç ishte Lulzim Basha për mendimin tim, për aq vite sa që ndroi aty, prap do jetë rrethi i ngushtë dhe nuk do jetë asnjëri nga këta. Këta do jenë gjithmonë lojtarët që do rikonfirmojnë pozitat. Rrethi ngushtë sa i ngushtë, familjar apo hapet? Familjar thuhet dhe pastaj dhe nuk është gjini femrore, po ju ndihmoj. Jo, më edhe janë të dyja për mendimin tim, të dyja opsione. Janë të dyja opsionet dhe aty po diskutohet. Nuk po diskutohet gjetkë. Ka pas dhe një variant që do sillë një person që ishte shqiptar-amerikan, mos gaboj, që ta kishin dhe si kandidat në zgjedhjet e kaluara, ose mund gjejnë kandidat konsensual, po pak do bëj rolin e zotit Basha, që do të jetë një administrator shumë i mirë i partisë, po zoti Berisha do i ruaj pozitat në parti dhe nuk besoj se i ndryshojnë për sa kohë që zotëria është gjallë, sepse e vendos ai atë punë. Edhe nuk e zgjedhim dot ne me gjithë dëshirën si Dorela, se është njësoj tani të themi, ne mos na pëlqej gjithë ditën zoti Berisha, për sa kohë demokratët e duan partinë me 10 deputet. Me 1 e duan. Nuk e vendosin ne, është halli i tyre, pastaj le ta vendosin ata. Se kemi bërë sikur monopolin e opozitës e ka vetëm Partia Demokratike tani. Dhe partia do ja lëm se o do t'ja lëm Partisë Demokratike votuesit ose po ikën të mërzitur, po nesër do ikin Ramës. Se dhe Rama nuk mund ta ketë këtë mbështetje që ka, pavarësisht mekanizmave që përdor, po do ikin dhe Ramës, ka për të përfunduar mëkesën e zotit Berisha, se Rama nuk i ka pozitat për ta ruajtur veten nëse i rrëshket këma ose bie në zgryp. Zoti Berisha është tjetër karakter dhe besojnë me atë që ka bërë deri tani, ka treguar atë figurën që ka të paktën ka trashëguar për sa kohë kemi parë ose kemi ndjekur. Se Rama besoj do përfundojë mëkesën e zotit Berisha nëse në një të ardhme të afërt apo të largët do kaloj në opozit. Parashikimi nuk do bëj se i bëri të gjitha skenaret Andri. Jo, bëra të mia ti bëj të tuën. Do them vetëm që zoti Saljani është në të drejtën e tij në atë që po bën deri tani. Se çfarë do ndodhi, do duhet ta shohim se ka agrënshja po jo mundësin. Komponent. E provoj. Është edhe Lulzim Basha po se ekziston më. Pa e provuar si Dorena nuk do e di se si do jetë versioni i tij. Unë mendoj që do të duhej, po them atë që unë do mendoja se si zgjidhjen më të mirë, që zoti Berisha mos ishte aq agresiv apo grupi rreth tij ndaj lëvizjes së Saljanit. Çfarë kuptove ti nga intervista dje e Saljanit? Unë mendoj që Saljani ka patur përgjegjësinë dje dhe e menaxhoi në mënyrë të shkëlqyer në diskutimin në atë që unë pash, të gjithë atë reagimet, sepse reagimi i parlamentit i zotit Berisha ishte më i ashpër, më pas edhe ai ishte më i qetë në këtë aspekt, dhe unë mendoj që janë të dy të mundshëm dhe në kohë për ta menaxhuar dhe për gjetur zgjidhje dhe për të mos e çuar në 8 janar sërish të Partinë Demokratike, sepse do ketë vetëm humbje për këtë parti dhe nuk do të ketë fitues për fat keq. Pse është përsëri gjuhën Berisha? Dje po, Lita. Po përpiqeshim pak ta minimizoni dhe do jap edhe një informacion këtu në këtë. Besoj ju e dini se jeni gazetar, po jap për publikun. Kishte një lloj tendence për ta minimizuar, mos e kafe po pinë, se kafe pim të gjithë në Demokratët, ta bardhi ditën e parë, se i rastisi që ishte në studio kur doli lajmi i kafes. Pastaj edhe para se futeshin në parlament kishin një lloj tendence të thoshin s'kemi ardhur të flasim për Saljanin, do flasim për tjetër gjë etj me radhë. Ndërsa dje është dhënë urdhër në Partinë Demokratike, askush mos dalin në media të flasë për foltorët e Saljanit. Ishte pak kuptueshme pse zoti Berisha e radikalizoi retorikën kundrejt Saljanit, mund ta toleronte dhe mund ta shikonte ku do shkonte diskutimi i tij në takimet e mëpasme, por mendoj që donte t'i puste kokën maces, që mos të rritej, dhe mendoj që ata do t'a detyrojnë më vonë Saljanit të dalë nga Partia Demokratike, për shkak se ata din të bëjnë vetëm
Jo, përjashtuesit Basha, Berisha nuk përjashton. Retorik shumë të ashpër kundrejt atyre që i cilësojnë si grupe armiqësore. Dhe zbulimi i grupit të ri armiqësor brenda Partisë Demokratike do të çojë automatikisht Saljanin dhe të tjerë jashtë Partisë Demokratike dhe ata do gjenë veten e tyre jashtë Partisë Demokratike. Por unë kam bindjen dhe mund të bëj edhe një parashikim që Partia Demokratike do ketë gjithmonë një doktor në krye. Si në 2007-ën, si në 2009-ën. Ka mbaruar gjë për doktor ai familjes apo? Dim gjë? Një doktor ka... Ajo familje. Po, ajo familje ka tjerët, pastaj mund të jem pacient të tij, por prandaj thash, kryesisht do mbaj një administrator të zëshëm ose një figurë me integritet, pastaj se këto vendosi, ai është një variant i historisë. Po, besoj se... Sa më shumë shoh Ali Mehmetin se çfarë bën në folklor me Saljanin, as më shumë kuptoj pse u futi Rita Tabaku në parlament. Po. Unë nëse të kisha qenë Berisha, nëse më pyesin ose të veja tek kushtet e tij, do kisha zgjedhur më mirë një administrator shumë të mirë të partisë për ta çliruar e mirë nga konflikti i brendshëm, për ta faktorizuar më shumë dhe në ato kushte të zgjedhë një njerëz me integritet që nesër pas nesër mos ja bëj. Zonja Tabaku do jetë në krah të zotit Berisha, po ta jap si lajm. Jo, kuptova dje, kuptova. Për ta vënë në antagonizëm me zotin Ali Mehmeti. Kjo është një zgjedhje e saj, po nuk ka ndaj, po thjesht po jap për informacion për qytetarët. Po Berisha nuk është ja fali mandatin asaj. Mos ta shikojnë si një surprizë çfarë do kjo zonja aty. Është një skem që ata bëjnë për të vënë njerëzit në antagonizëm me njëri tjetrin. Dhe në rregull, Tabakut. Se ka ndodhur dhe më përpara nga këto. Karrierën e tyre nuk ka problem. Tabaku është brenda, ndoshta për Ali Mehmeti. Po. Pse mendon ky urdhër i Berishës mos dal askush në media të flas për Saljanin? Besoj për ta... Tani, me thënë drejtën se kjo urdhër nuk më duket si urdhër. Më duket se aty s'flet kush po s'foli Berisha. Shumë pak janë zërët. Berisha po del po flet shumë hapur për Saljanin. Po jo për çdo gjë, jo çdo gjë, jo vetëm për zotin Saljanin. Pra, nëse Berisha biles u smur një 2 ditë, ndjej keq dhe pati një heshtje se s'dinin ç'të thoshë. U bllokuan mediat me fjalë nuk kishim zërin opozitar të opozitës. Kështu që ata tjerë besoj se nuk janë njerëzit e duhur për ta bërë atë punë, ose është një zgjedhje strategjike që çdo gjë të kalon përmes zotit Berisha. Ndoshta edhe për të ardhmen e Partisë Demokratike mos bëni gabim se këta ikin e kthehen si zogjtë e korpit, largohen si zogjtë e korpit e kthehen pastaj në fole kur hapet kohë. Janë shumë interesante gjithë deputetët e Partisë Demokratike që kur ftohen në emision thonë, "Okej, vi për çdo gjë vetëm mos më pyet për Saljanin." Domethënë se për çfarë mund t'i pyesësh në këtë moment kaq thelbësor. Se për Ballukun nuk flasin, për Saljanin nuk flasin, nuk e di për çfarë do flasin këta njerëz. Edhe ne për yjet nuk do t'i ftojmë në program. Patjetër. Ja kanë zënë vendin. Anri, faleminderit shumë. Denada, është kënaqësi. Lita. Faleminderit. Atë që zbëri Basha do ta bëj Saljani, në këtë studio do jemi. Të flasim. Do shikoj. Ti do vish besoj prap. Patjetër, gjithmonë këtu jam. Faleminderit. Publicitet kthehemi pas pak. Mirë, mi rikthyer, fatkeqësisht do të flasim për një lajm të rëndë që mbërriti nga qyteti i Durrësit, ku 15 vjeçari i cili mbeti i plagosur 9 ditë më parë nga një bashkëmoshatar i tij ka humbur jetën. Vali Qyrfyçi është me ne në një lidhje direkte, ajo do të na jap disa detaje. Vali, mirdita, të lutem nëse mund të na bësh një përmbledhje dhe nëse ka pasur apo jo ndonjë koment nga familjarët e 15 vjeçarit. Përshëndetje si Dorela, unë ndodhem pikërisht në zonën e Ishkënetës përballë me shtëpinë në të cilën jetonte familja Boba me qera këtu në Durrës. Ndërkohë, ngjarja e rëndë duhet thënë se filloi më 25 nëntor, kur 2 grupe adoleshentësh u takuan për të sqaruar pas një sharjeje mes tyre. Por ky sqarim përfundoi në një sherrë në të cilin u përdorën mjetet e forta dhe njëkohësisht thika dhe pikërisht Erion Boba, i cili ditën e dieshme ndroi jetë në reanimacionin qendror të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, mori plagë të rënda nga goditjet me thik nga një bashkëmoshatar i tij, 14 vjeçar, i cili është arrestuar nga policia dhe më pas edhe me vendim gjykate
për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Ndërkohë do të ketë edhe një riformulim të veprës penale pasi tashmë Erion Boba, 15 vjeçari, nuk arriti të mbijetojë me gjithë përpjekjet e mjekëve si në spitalin rajonal të Durrësit, ashtu edhe në QSU-t. Duhet thënë se ai ka qenë në intubim menjëherë që pas ndërhyrjes që mjekët në Durrës bën dhe e cilësuan një ndërhyrje të suksesshme pasi Erioni pati marrë 2 plagë në zemër dhe një në stomak, organe jetike këto, por gjithçka, çdo përpjekje edhe e mjekëve edhe vetë Erionit në luftën mes jetës e vdekjes rezultoi pa sukses. Ditën e shtunë mjekët në Durrës tentuan ta zgjojnë duke e nxjerrë nga intubimi, por pati komplikacione dhe ai u dërgua në reanimacionin qendror të spitalit në Tiranë, atje ku dhe ndroi jetë ditën e djeshme. Ngjarja ka shkaktuar tronditje tek të gjithë ata që e njohën Erionin, por jo vetëm, edhe tek banorët e zonës dhe i gjithë opinioni publik, pasi ngjarje të rënda mes adoleshentëve po përsëriten dhe pasojat fatale ngrejnë një këmban alarmi të fortë në lidhje me situatat konfliktuale mes të rinjve. Familjarët nuk ndodhen më këtu, pasi ata kanë qenë gjithkohës në Tiranë, atje ku kanë ndjekur hap pas hapi gjendjen shëndetësore të Erionit dhe ne mësojmë që nesër do të bëhet edhe përcjellja e tij për në banesën e fundit në Bulqiz, atje ku familja jetonte deri para të paktën 3 vitesh, kur ata u vendosën në këtë banesë me shpresën për një jetë më të mirë për familjen, për arsim më cilësor për 3 fëmijët e familjes Boba, 2 djemë dhe një vajzë, njëri prej tyre tashmë nuk jeton. Vali, faleminderit shumë për gjithë përmbledhjen edhe për vështirësinë faktikisht në gjithë sqarimin e saj për shkak edhe të ngarkesës emocionale. Bëhet fjalë për një 15 vjeçar i cili u plagos nga një bashkëmoshatar i tij dhe si pasojë humbi dhe jetën. Faleminderit shumë. Mirë, nga kolegja Vali Qurfyçi, e cila duket se ka ndjekur përgjatë gjithë ditëve të gjithë ngjarjen, fatkeqësisht 15 vjeçari Erion Boba nuk ja doli ti mbijetonte plagëve, duke pasur parasysh që ishin plagë të rënda në organe jetike. Unë kam në një lidhje direkte Redi Ramaj, avokat. Redi ndjek një ngjarje pothuajse identike, pothuajse të njëjtë siç është ajo e Martin Camit. Redi, mirëdita, faleminderit për kohën sot. Mirëdita. Do ishte shumë e udhës që të pyesja pse ndodh kjo tek kjo grup mosh, po aq shumë e kemi diskutuar vetëm një vit më parë kur i ndodhi Martin Canit dhe përsëritet fikse njëjta situatë një vit më vonë. Është problemi tek mos reagimi i ynë, i shtetit, i institucioneve apo i prindit? Si Dorela, ne kemi diskutuar dhe bashk. Rasti Martin Canit është rast shumë i rëndë dhe rasti sot që ju përmendët, rasti Durrësit, kur prap një 15 vjeçar ka humbur jetën si pasojë e konflikteve me persona tjera apo me të mitur tjerë, kryesisht afër ambienteve të shkollave apo në ambientet e shkollave. Arsyet sepse jemi në këtë gjendje mendoj që janë të shumta dhe na duhet kohë me i marrë një nga një, po disa nga kryesoret dhe më të rëndësishmet janë mungesa e politikave dhe interesit të institucioneve mbi shkollat dhe aty ku marrin arsim fëmijët dhe janë krejtësisht të pambrojtur. Pra mosha 9-18 vjeç janë shtres vulnerabël dhe dërgohen nga prindrit e tyre në këto ambiente mosimore për të marrë edukim. Dhe aty nuk kanë as kontrollin e prindërve dhe as një mjet tjetër mbrojtës përveç se atyre që i garanton shkolla dhe security shkollës, pra institucioni policisë që kanë vendosur nga një roje të hyrja shkollës. Pjesa tjetër pastaj fëmijët janë vetëm dhe ka ndodhur shumë herë dhe me rastin e Martin Canit, por rastet përsëritura mbas asaj ngjarje ku janë kapur nga policia e shtetit armë të ftohta dhe armë zjarri të futura në ambientet e shkollës, qoftë nga të mitur, qoftë dhe nga persona të rritur. Dhe këto situata pastaj zënkan në shkolla, konflikte midis fëmijëve kanë çuar në përdorimin e këtyre armëve dhe kanë çuar
deri në fatalitete dhe humbje jete, që është gjëja më tragjike që mund t'i ndodhi një familje dhe një shoqërie. Pra, goditja e fëmijëve të tyre pikërisht në një institucion shkollor. Prindërit në shumicën e rasteve nuk janë në dieni të konflikteve që bëjnë fëmijët e tyre në shkolla, pasi shkolla nuk i raporton këto konflikte. Dhe ky është një problem më vete që duhet zgjidhur nga Ministria e Arsimit dhe nga drejtoritë arsimore. Po shija informacione të kolegëve, e di për shkollat edhe ne kemi diskutuar, kemi pasur temë, prandaj në preva Redi që mos kalon në përsëritje, kam nevojë për një ndihmë tënden. Personi i cili e ka goditur, pra autori dyshuar në këtë rast, është një 14 vjeçar i arrestuar në akuzën për vrasje në tentativë, po që kam përshtypjen akuza tani ndryshon pas ndarjes së jetës së 15 vjeçarit, një kjo, dhe e dyta që doja të ndaja si informacion, dëgjova kolegen Alila Hoxha sot që thoshte 14 vjeçari e ka marrë vesh në ambientet ku po mbahet i izoluar për ndarjen nga jeta të Erion Bobës, po. E para, hetimi duhet të jetë në zhvillim për atë ngjarje dhe kualifikimi i veprës penale duhet të ndryshojë nga organet e prokurisë tashmë, duke qenë se çështja duhet të ketë kaluar prokurisë. Nuk mund të jemi para vrasjes në mbetur në tentativë, jemi para vrasjes në rrethana cilësuese në enin 79 i kodit penal, pasi kemi të bëjmë me një të mitur. Dhe organet e hetimit duhet ta ndryshojnë dhe ta rikualifikojnë veprën. Pra konfliktet midis dy të miturve ose disa të miturve kanë sjellë shpesh pasoja të rënda, sa plagosje që nuk janë marrë vesh nga mediat apo kanë kaluar në heshtje për raste të tjera. Pra fatalitetet i kemi trajtuar, i kemi diskutuar, janë ngjarje shumë të rënda dhe kanë marrë vëmendjen e duhur nga media. Por rastet e tjera kanë qenë krejtësisht të izoluara dhe nuk kanë marrë kujdesin e duhur. Dhe organet shtetërore kanë mbyllur një sy për fakte kur fëmijë kanë hyrë me armë zjarri apo me armë të ftohta në ambientet e shkollës dhe si pasojë konflikteve më pas kanë sjell këto situata që janë tragjike dhe me pasoja të rënda sociale për gjithë ne. Ktu është dhe çështje kulture, çështje edukate, duke filluar nga familja, duke filluar nga institucioni arsimor ku shkon fëmia, i cili duhet kujdeset në mënyrë specifike për fëmijët të cilët kanë probleme, kanë konflikte me njëri tjetrin, dhe më pas dhe të institucionet shtetërore të ministrit, të cilat kanë ngarkim, siç e thash, të stres, e cila është krejtësisht e pambrojtur, pikërisht fëmijët. Pikërisht fëmijët, megjithatë në 14 vjeçari në këtë rast, me çfarë akuze konkrete, pra i ndryshon akuza nga vrasje në tentativë në vrasje me paramendim, fakti që ka shkuar me thikë dhe është përballur me të? Është më e rëndë. Është më e rëndë se vrasje me paramendim. Si Dorela është vrasje në rrethana cilësuese. Një vepër penale e cila, sepse për shkak se është ka ndruar jetë një mitur, kualifikohet në këtë nen, pra është më e rëndë se vrasja me paramendim. Është vrasja në rrethana cilësuese ndaj të miturit. Dhe burgimi për këtë rast është mjaft i lartë, është nga 20 vjet deri në burgim përjetshëm, pavarësisht pasaj rrethanave të tjera dhe kushteve në cilat është kryer vepra penale dhe hetimi që do vazhdoj deri në fund se si do shkoj me akuzë përfundimtare. Një 14 vjeçar si gjykohet në shtetin tonë? Në Shqipëri ekziston kodi i drejtësisë për të miturit, i cili ka parashikuar dhe garancitë dhe gjitha garancitë procedurale dhe materiale që i njeh ligji penal shqiptar. Për të miturit ka një trajtim të ndryshëm nga majorenët, pra personat cilët janë mbi 18 vjeç dhe kryen vepra penale. Në këto kushte, çdo i mitur që kryen vepra penale trajtohet në bazë të këtij kodi dhe legjislacionit tjetër në fuqi penal për gjithë shtetasit e Republikës së Shqipërisë. Ka disa lehtësira, por kjo nuk duhet të jetë inkurajim për këta të mitur që të kryen vepra penale. Edukimi është fillestar, mendoj, dhe më pas patjetër që do t'i ruhen çdo garanci procedurale, por edukimi marr nga shkolla, marr nga prindrit. Dhe fakti që mos nxitja e këtyre veprimeve dhunës ose shmangja sa të jetë mundur e këtyre elementeve duhet të jetë parandaluese dhe duhet të jetë politikë prioritare kryesisht e shtetit në mënyrë që të ndikojë jo vetëm në shkolla, por dhe në institucione të tjera publike.
fëmijët janë të izoluar deri në momentin e daljes nga shkolla dhe çfarë ndodh aty thash e di vetëm institucioni dhe për këtë arsye përkujdesja duhet të jetë e rritur dhe më e madhe. I dim shpesh konfliktet të ndodhura dhe brenda ambientit shkollës dhe të ndodhura dhe jashtë ambientit shkollës dhe faktet dhe statistikat tregojnë që ka rritje të numrit të veprave penale të kryera nga të mitur, pra persona nën 18 vjeç. Dhe kjo është duhet jetë një këmbën alarmi shqetësuese sepse grupe kriminale mund të përdorin fëmijë të mitur thjesht për faktin sepse dënimin mund ta kenë më të ulët, në marrë dënimi më të ulët dhe mund të kenë disa benefite sipas ligjit që ju e përmendët, por kjo do sjelli pasoja shumë të mëdha për shoqërinë dhe do sjelli mendoj unë një plagë sociale të madhe, qoftë për familjet, por qoftë dhe për komunitetin, qoftë dhe për shtetin përgjithësi. Është qartë, dhe përpara se të të falenderoj Redi, do doja të të bëja një pyetje që lidhet me kur të thash dënimin e 14 vjeçarit, i referohem një deklarate që po shija në rrjetet sociale të dhënë nga gjyshja e të ndjerit në këtë rast 15 vjeçarit, e cila thot merren në përshkolla të ndajnë broshura për çështjet e gjinive, por nuk merren me kujdesin e sigurisë fëmijëve dhe mbi të gjitha e rëndë është thot që besoj se dhe autori do dënohet maksimumi 2 vite e do lihet i lirë pastaj. Sa funksionon ligji këtu, do me thënë, pa dyshim që dhe autori është i mitur, është vetëm 14 vjeç dhe duhen marrë parasysh gjitha rrethanat, po deri në çlimit shkon dënimi. Dënimi e para nuk mund të jetë 2 vjet, sepse për vrasje dhe vepra të tilla kaq të rënda, dënimi është më i lartë. Do shohim dhe rastin praktik të Martin Canit, i cili çështja është në gjykim dhe do kemi një vendim javës tjetër në datë 9, dhe do shohim dhe sa do dënohet, sepse veprat në këndvështrimin tim janë të ngjashme ose të njëjta deri diku, rrethanat mund të ndryshojnë. Dhe vepra penale duhet të jetë kualifikuar njësoj. Politika penale shqiptare në këndvështrimin tim dhe drejtësia dhe kodi penal i drejtësisë për të miturit duhet të jetë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, të mbrojë njëkohësisht qoftë të miturin, i cili është autori i veprës penale, por dhe viktimën e veprës penale në këtë rast, i cili familja e cilit vuan të gjithë traumën dhe të gjithë problematikën e madhe të mbas ngjarjes. Kështu që dënime të ulta për këto raste nuk duhet ketë, pavarësisht se subjektet e veprës penale janë të mitur dhe përfitojnë nga lehtësirat e kodit për të miturit. Por në çdo rast gjykata duhet të jetë drejt dhe për viktimat, sepse interesi i shoqërisë është te viktimat, ata të cilët kanë pësuar veprën penale dhe janë më të dëmtuarit nga të gjithë. Gjithashtu duhet ta shpërsohen politikat e personave të cilët nxisin të miturit në përfshirje të veprave penale. Nxisin ata të cilët fatkeqësisht, siç e thash, është rritur numri statistikave të personave të mitur të përfshirë në veprime kriminale dhe këto janë dhe në institucion shtetërore të hetimit dhe sjellin pasoja të parikuperueshme për të gjithë shoqërinë. Është për të ardhur keq që ne si shoqëri rrisim ose shtojmë numrin e të miturve kontingjent të veprave penale dhe kontingjent potencial për të dënuar me burgim. Qoftë 2 vjet, qoftë 5 vjet, qoftë 10 vjet, ai nuk e dim ai mitur mbas kaq periudhë dënimi apo mbas 15 vjet dënimi. A ka reflektuar apo do dalë të përsërisë të njëjtin akt, e kuptova. Apo do dalë edhe më ashpër në veprat penale. Pra riedukimi duhet të jetë një masë tjetër politike e cila duhet i trajtojë të gjitha të mitur dhe duhet të jetë në fokusin e politikave penale. Redi, të falenderoj shumë për sqarimin. Edhe nga ana njerëzore, po edhe nga ana ligjore që është e rëndësishme për ta kuptuar për këtë grup moshë, paktën që duket se po kthehet problem në vendin tonë. Faleminderit shumë. Mirë, duke i dërguar ngushëllimet tona familjes së 15 vjeçarit që edhe një herë tjetër e theksoj mbeti plagosur ditë më parë pas një konflikti sherrri, si shpjegoi dhe kolegja Vali Qurfyçi më herët në Durrës, ka humbur jetën. Kjo si pasojë e goditjes me thik nga bashkëmoshatari i tij. Autori i dyshuar është një 14 vjeçar. Gjatë një konflikti me shokët, në 25 nëntor, 15 vjeçari Erion Boba është goditur në stomak. Ka pësuar gjithashtu 2 goditje të vogla në zemër. Ka pasur një goditje të thellë edhe në këmbë. Dhe nuk ja ka dalë dot pas ditësh në koma, ti mbijetonte plagëve të marra nga një 14 vjeçar me thik. Publicitet, kthehemi pas pak.
Në një qytet të Rumanisë kanë gjetur një zgjidhje sa i takon personave të cilët nuk kryejnë aktivitete fizike, duke u premtuar këtyre të fundit një bilet autobusi falas nëse realizojnë 20 squats përpara nisjes së udhëtimit. Kam në një lidhje direkte nga Rumania, Robert Ostrovan. Shqiptova mirë mbi emrin tënd, Robert, të përshëndes, faleminderit për kohën. Po, shumë mirë, faleminderit. Ma mirë se sa disa Rumun këtu, se shumë Rumun ngatrojnë emrin tem këtu. Tani, ta sqarojmë pak ku ke mësuar ti shqip, se ti je Rumun apo jo? Po, unë jam Rumun. Historia ime është ka filluar kur isha 12 vjeç, jashtë shtetit. E kam mësu shqipen më shoqërinë. Ata nuk dishin frëngjisht, se ishim në Bruxelles, unë nuk disha frëngjisht, unë nuk disha shqip, e tu i ngju për ditë, kam mësu ka i fjalë, dhe pastaj për qef kam mësu ke shtëpia me Google Translate. Okej, e flet super, kuptohesh në mënyrë perfekte, nuk e dia ta kanë thënë më përpara, por realisht je shumë okej dhe tani do na ndihmosh të na sqarosh ç'është kjo historia e biletës falas. Faleminderit. Po, në atë qytet, para ca kohësh ishte rrit numrin e personave që ishin mbi peshë. Obeziteti. Edhe kryetari, po, obeziteti, edhe kryetari bashkisë e atij qytetit ka filluar një iniciativë, do me thonë për më promovu sportin, për më promovu një jetë të shëndetshme, edhe kanë vu do aparate automatike që t'i japin biletin falas, në qoftë se bën 20 squat. Çfarë qyteti është ky? Është qyteti Cluj-Napoca, është një qytet shumë modern që ndodhet afër doganës me Hungarinë. Që do të thotë 20 squat dhe merr biletën e udhëtimit falas. Po. Është pritur mirë në qytet? Si është dukur ideja? Është pritur shumë mirë, ka shku shumë virale kjo gjë, edhe shumë, po disa kishin turp në fillim, më sa kam pa unë, po tani ju ka ik turpi edhe shumë njerëz po e bëjnë. Ju ka ikur turpi, tani janë të gjithë duke bërë squats. Tani, më thuaj të vërtetën. Është një ide interesante, besoj e ke parë në rrjetet sociale dhe kudo është bërë virale. Si të zhdukur? Po, është shumë ide interesante, është një mënyrë ma tepër më promovu një jetë të shëndetshme. Se jemi boj qik si dembela këtu. Janë bërë pak dembela. Sa kushton një bilet? Një bilet autobusi është diku të, si në lek shqiptare, 400 lek të vjetra i bje. Okej, e kuptoj. Po, gjysë euro, 20 cent. 20 cent, e kuptoj qartë. Nuk është është shumë, po kjo të ndihmon pak më shumë aktivitetin fizik, të bën t'jesh pak më në lëvizje, po themi. Po edhe më marr autobusi 10 herë në ditë, i shpeton 4 euro në ditë. A, pse kjo mund të aplikohet vetëm një herë, kështu është? Më falni? Kjo metoda e biletës falas aplikohet vetëm një herë në ditë? Si është? Këtë gjë nuk e di. Këtë gjë nuk e di. Besoj se sa herë bën 20 skuata, sa më shumë skuata bën, sa më shumë kalori i degë dhe humpesh. Po shikoja tani këtu arsyet që jepen edhe nga vetë, po themi, bashkia që ka vendosur këtë lloj rregulli dhe thuhet qëllimi është të nxjisi njerëzit të lëvizin më shumë, ajo që the ti, çështja e obezitetit që duket se është kthyer shqetësim në atë rrethin, të uli trafikun dhe të bëjë transportin publik më argëtues. Po. Si bëhet, ke parasysh, po shija fotot dhe kanë atë makinerin që regjistron numrin e squats e tjera me radhë. A ke informacion, bëhet regjistrim të dhënash sa herë apo nuk ka lidhje kjo? Nuk duhet më shkruajt emër mbi emër aty. Veç shtyp butonin start, edhe ka si tip senzori ai aparati, edhe nëse i bën 20, të del bileti falas aty. Edhe bileti quhet bilet desenatati, do me thonë bileti shëndetësisë. Okej, por kjo mund të jetë një bashkëpunim edhe i Ministrisë së Shëndetësisë atje me bashkinë e qytetit, kam përshtypjen. Përsa se po shija pak logot. Po. Kush mosha mendon ti që do ta realizojnë më shumë? Se po shija dhe zotrinj të rritur në mosh. The në fillim kishin pak turp, po tani besoj se
tani ato që pensionerët e bëjnë ma pak, se nuk e dia e bëjnë dot 20 skuata, po rinia, edhe pak ma shumë se rinia, e bëjnë. Tash unë nuk kam pa kur një video më një person për shembull 70 vjeçar. Unë mendoj që po rezultoi suksesshëm të ky qytetit, do ju përhapet në gjithë Rumaninë. Do ishte mirë, si mendon ti? Po, do ishte mirë të shkoje në gjithë Ballkanin, pse jo? Është shumë ide e bukur. Edhe në Tiranë, se trafiku në Tiranë është... Më falni? Ti vetë do ta aplikoje ndonjëherë? Me bo 20 skuata për biletin? Po. Pa tjetër, pse jo? Po, pa tjetër. Bukur. Po më thoje për trafikun në Tiranë është shqetësues, ë? Trafiku në Tiranë është shumë i shqetësues, edhe do ishte një ide shumë të mirë. Ti e ke mirë faktikisht, Robert, po ne këtu në Tiranë s'kemi zgjidhur akoma çështjen kë kemi kryetar bashkie, jemi shumë larg që të gjejmë. Unë s'kam dash të flas. S'jemi akoma te pika që do gjejmë si të mbajmë veten në formë. Të falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi biseda me ty. Përshëndes. Shumë faleminderit, edhe du t'ju përshëndes juve moderatorët edhe krejt publikun e juaj i dashur. Faleminderit shumë, të përshëndes. Mirë, shumë interesante, gjetja në Rumani, në një zonë atje ku duket regjia, më ndihmoni pak edhe njërë me fotot të shojmë, se është shumë interesante, se si bashkia e kësaj rrethine, por po ashtu edhe Ministria e Shëndetësisë kanë arritur të bashkëpunojnë për të sjellë këtë lloj metode interesante, për të cilën vurari që po diskutoj shumë në rrjetet sociale, edhe kudo ishte bërë virale në gjithë globin, 20 skoc për të marrë një bilet falas. Sigurisht çmimi i biletës është, siç na shpjegonte edhe Roberti më herët, i cili është rumun dhe jeton atje, është vetëm 400 lek nëse flasim me shifrat në Shqipëri, për 40 lek, por është e rëndësishme sepse përveç imazhit është ideja e, po themi, një lloj aktiviteti ndryshe të rreqjes së vëmendjes për ta bërë edhe më argëtues, po thosh, po shija tek arsyet që kishte ndar vet bashkia e qytetit transportin publik, por edhe për të evituar trafikun, pra mos e marrin automjetin e tyre shumica, por 20 skoc, një bilet falas dhe shkon drejt destinacionit tënd. Bukur do ishte, ka drejt Roberti të aplikojë edhe në Shqipëri, pse jo, interesante. Mirë, do të flasim për një tem tjetër, por që po ashtu është shumë interesante, realizohet fluturimi më i gjatë ndonjëherë me avion, 29 orë. Sigurisht realizuar nga një kompani kineze që kanë inauguruar fluturimin më të gjatë direkt në botë, duke lidhur Shanghai me Buenos Airesin, në një udhëtim që përshkron 19.631 kilometra. China Airlines, linja ajrore, ka konfirmuar se koha e fluturimit arrin 25.5 orë në drejtim Shanghai-Buenos Aires, por që mund të shkojë deri në 29 orë në kthim për shkak të erërave të kundërta. Itinerari përfshin një ndalesë teknike 2 orëshe në Zelandën e Re, gjatë së cilës pasagjerët mund të pushojnë, por fluturimi vazhdon të konsiderohet direkt pasi nuk ka ndërrim avioni. Është i njëjti avion me cilin fluturohet. Udhëtimi operohet nga avion Boeing me 2 fluturime në javë, duke vendosur një standard të ri për udhëtimet ajrore ndërkontinentale. Kam në një lidhje direkte Elona Melosmanin, e cila është gazetare në KIM, dhe po ashtu Senada Mehmetin, inxhinier aviacioni. Ju përshëndes të dyve. Elona, më trego pak, a ka bërje hon si lajm ky fluturim direkt dhe kaq i gjatë? Përshëndetje nga Pekini, nga mbrëmja e Pekinit në fakt, ka bërë sigurisht shumë e hënë, se në fakt është një tjetër krenari që i shtohet aviacionit civil të Kinës, por njëkohësisht dhe aviacionit botëror global, sepse bëhet fjalë për fluturimin më të gjatë në botë, edhe në këtë mënyrë thyejmë një rekord. Në fakt, për ta saktësuar, fluturimi i djeshëm, i cili filloi nga aeroporti i Shanghait në orën 2:19 të mëngjesit, le të themi, dhe arriti në aeroportin e Buenos Airesit në Argentinë pas 25 orësh e 30 minutash. Pra, pak më i shkurtër se sa ju e thatë, sepse 29 orë është pastaj udhëtimi i kthimit pas. Sepse ka për shkak të erërave ka më shumë ngadalësi, thuaj në arsyetim, ndaj kthimi shkon më gjatë, po. Është një udhëtim historik në fakt, sepse përveç se lidh 3 kontinente, Kinën, Zelandën e Re dhe pastaj Amerikën Latine me Argentinën, është gjithashtu historik sepse lidh 2 ekstremet e diametrit të tokës, pikërisht Shanghai-n edhe Buenos Airesin. Ndaj konsiderohet shumë i veçantë dhe sigurisht që është një rekord. A ishte i mbushur plot e për plot avioni në këtë udhëtim të parë historik?
Avioni ishte i mbushur dhe për plot, bëi fjalë për 288 pasagjerë që udhëtuan, të cilët u shprehën shumë entuziast që ishin pjesë e këtij udhëtimi historik, sepse sigurisht do ketë udhëtime të tjera në të ardhmen, po i pari mbetet historik. Dhe çuditërisht nuk u shprehën të lodhur mbas 25 orë 30 minuta shqëndrimi në ajër, kështu që ishin shumë entuziast për këtë gjë, sepse gjithsesi ka dhe vështirësi të risha gjatë në avion. Por ndaj është edhe kjo ndalesa e vogël teknike në Zeland, po i ndihmon në Zelandën e Re, për rimbushje karburanti, por sigurisht edhe për pasagerët që të kenë mundësi të hidratohen, të shpodhen, të lëvizin pak brenda avionit, nuk lëvizin, nuk dalin nga avioni, pra konsiderohet një fluturim me një fluturim i tërë, edhe pse ka këtë ndalesën 2 orëshe për arsye teknike. Ka pasur ndonjë koment nga vetë drejtues të China Airlines, nga nuk e di institucione të rëndësishme të shtetit atje në Kinë për këtë udhëtim që ti e konsiderove me të drejtë historik? Ngelet historik, sepse sido që tje do jetë i pari i kryer, por sigurisht që gjithë janë shprehur entuziast, sepse kjo datë historike ka 2 rëndësi të veçanta, sidomos për thellimin e bashkëpunimit ekonomik midis tyre 3 vendeve, pra 3 kontinenteve, por njëkohësisht dhe për promovimin e turizmit edhe të gjithë shkëmbimeve kulturore, se mos harrojmë që Kina ka përbën burimin më të madh të turistëve në botë. 123 milion kinezë udhëtuan vitin e kaluar në përbot, ndaj është i rëndësishëm edhe për zhvendosjen e njerëzve për promovimin e turizmit, për shkëmbimet kulturore, por sigurisht për bashkëpunimin ekonomik për më tepër. Sepse Kina është partnerja e 2 tregtare e Argjentinës, pra të gjithë janë shumë entuziast për këtë gjë dhe kanë pritshmëri të mëdha. Dhe fakti që prova e parë rezultoi me sukses do të thotë që do ketë vazhdimsi, pasi siç e tha dhe ju ka 2 fluturime në javë që do lidhin 2 ekstremet e globit. Mos harrojmë që flasim për 2 ekstreme, pra praktikisht deri tani ky është udhëtimi më i gjatë i mundshëm që mund të realizohet i qëndrimit në ajër. Interesante, shumë e bukur. Dua të përshëndes dhe Felix Baçin, ekspert aviacioni që na bashkohet. Faleminderit shumë zoti Baçi. Tani do kaloj pak tek Senada. Senada, më ndihmo me disa detaje që mund të ngrem pikpyetje tek ata që na ndjekin. E para, si furnizohet, sa furnizohet avioni, sa ka mundësi të kryej këtë lloj, po themi, rrugtimi, fluturimi kaq të gjatë, a e ndihmon ndalimin në Zelandën e Re për furnizim, çështjet e, nuk e di, motori i avionit, sa mund të përballoj, çfarë lloj avionësh janë këto, Boeing po shija këtu, më thuaj disa detaje. Po, S777 300 extended range faktikisht si avion, është gjithur ky avion pasi është një ndër avionët më të sigurt dhe më të mirë që ka prodhuar kohët e fundit në industria e aviacionit. Ka një gjatësi diçka të 75 metër, një lartësi 18 metër dhe 64 metër ka të pjesën e hapjes së kravës e wingspan që quhet në aviacion. Sigurisht është një nga ana e motorike, është nga më të fuqishmit e prodhuar kohët e fundit. Ka një si thua kilometrazh në ajër që shkon 13.000 deri në 14.500 kilometër dhe kjo është edhe arsyeja sepse ata ndalojnë në Zelandën e Re, sepse udhëtimi më i gjatë, pavarësisht se quhet non-stop, ka një ndalesë të shkurtër, por faktikisht është non-stop sepse nuk ka as ndryshim avionash dhe nuk ka as dalje nga avioni për pasagerët, prandaj edhe quhet non-stop. E vetmi pra arsyeja sepse bëhet është se vesi avion përballon deri në 15.000, pra po themi 14.500 kilometër, ndërkohë që ky si udhëtim që përshkruan edhe gjysmën e globit, faktikisht është praktikisht gjysma e globit, është pothuajse 20.000 kilometër në tërësi si udhëtim. Pra, është ndarë në 2 segmente, ku segmenti i parë është 9.000 kilometra dhe segmenti i dytë është gati 11.000 kilometra, pra nga Kina, nga Shanghai në Zelandën e Re, është 9.000 kilometra dhe është segmenti tjetër që është më i gjatë, që është nga Zelanda e Re edhe deri në Buenos Aires. Felix, po, përfundoj Senada. Pjesës së 2 fakti që janë 2 rajonet më të fuqishme, si janë zgjedhur pra si në Azi, ashtu edhe në pjesën e Amerikës së Jugut. Pra është bërë kjo ndërlidhje midis 2 rajoneve më të fuqishme. Faktikisht unë kam rastisur edhe shumë pasagjerë gjatë udhëtimeve të mia në Europë që vijnë nga rajoni aziatik.
Vërte? Ku e përdornin, si thuash, Europën si një tranzit, dhe në fakt ky fluturim i ri ose kjo lloj marrëveshje që është bërë midis Kinës dhe Argjentinës e ka shmangur tashmë Europën dhe Amerikën e Veriut. Kjo është nga aspektet ekonomike dhe gjeopolitike, pasi ata kishin si destinacion Amerikën e Jugut shumë për ta vizituar, por bënin dhe ca ditë në Europë, pastaj shkonin tranzit në Amerikën e Jugut. Dhe besoj që kjo, duke pas parasysh edhe numrin e lartë të vizitorëve që ka rajoni i Azis që udhtojnë gjatë gjithë kohës, e ka shmangur këtë pjesë dhe do kalojnë direkt në rajonin të Amerikës së Jugut. Si itinerar e ka shkurtuar në fakt 4 orë me atë që ka pasur. Por do të thënë se avioni që se ndoshta dikush thotë kushtojnë 25 orë për shkon dhe 29 orë për kthehesh në fakt, por është avioni më i sigurt që përdoret, prandaj quhet extended range. Do të pyes pastaj, më qëndrotu se do të pyes pak sa komod dësh, si mund trisha gjatë, etj me radhë, po duhet pyes pak Felixin. Felix, e para nuk është e lodhshme për pilotin, sa pilot mund të ndrohen gjatë fluturimit nëse ndodh diçka e tillë dhe sa staf duhet? Ne para duhet falenderoj për ftesën dhe për temën e emisioneve që ka ti në lidhje me çështjet e aviacionit që kalon nga obezët deri ke Spider-Man. Temat që janë trajtuar nga janë shumë interesante, që kërkojnë një parapërgatitje, sepse jo çdo njeri është specialist për çdo gjë në fushën e aviacionit. Megjithatë, kjo temë interesante ka zgjuar interesin e të gjithë udhëtuesve, tregut të agjencive të udhëtimit, të biznesve e tjerë. Vjen mirë që dhe parafolsja një personazh që unë për fat keq nuk e kam parë, po flet me kompetencë në fushën e aviacionit dhe mirë shumë që ka njerëz të një brezi të ri, të cilët janë të mirë informuar dhe të mirë edukuar në fushën e aviacionit. Por, gjithnjë ka por, do ta nis sepse nuk e dëgjova nga fillimi, para forcen, avion, ky nuk mund të thuhet që është ky avioni më i sigurt. Të gjithë avionët janë sigurt. Jo, nuk është të sigurt. Është nga s'ka problem, pa replik. Ashtu mund dëgjova. Dhe lidhja që bëhet, dhe kalimi, zakonisht janë 2 rrugët ajrore. Një është nord që kalon nga Atlantiku dhe tjetri është south që kalon nga pajësori. Kjo nuk është një risi, sepse fluturime në pajësor ka nga kompanit amerikane dhe kompanit australiane që kalojnë pajësorin. Kjo është një risi për Kinën, për China East Airlines, sepse ajo për herë të parë, për shumë kondita të krijuara, heqja e vizave, rrëmtimi i tregjeve, turizmi etj. Ka bërë nxitur drejtuesit e kompanive aerore që të gjejnë rrugë më të shkurtra dhe më atraktive. Problemi i avionit për të qështon nga Shanghai në Auckland të Zelandës Re nuk është thjesht për lidhjen e këtyre 2 pikave, por në gjuhën teknike të aviacionit dhe avioni ulet aty për bërë fuel uplift. Do të thonë, avioni duhet të jetë me një ngarkesë optimale të karburantit, sepse kemi parasysh që kalon një oqean pajësor, kur është disi më e rrezikshme në thojza në rast të aksidenteve që mund të ndodhin gjatë fluturimit dhe i ka më të kufizuar vendet ky avion ku do të falë rritjes teknologjike dhe avangard në fushën e transportit, përgjithësi transporti ajror, ky avion mund ta përshkojë, siç tha dhe zonja pa 11.000 metra, 11.000 kilometra, 13.000 kilometra, ta kthejmë nga milet në kilometër, dhe qoftë me një motor, avioni është i tillë dhe pilotat janë të adresuar në mënyrë të tillë që ta ulin, ta çojnë avionin në destinacion ose në një ulje emergjencës që mund të jetë nga pikat që bën pajësor. Udhtimi është më i shkurtër sigurisht, udhtimi më i gjatë është nga Veriu sepse ke të bësh me transit, me stopover, që mund të rish dhe 3-4 orë në një destinacion, për shumë Frankfurt dhe nga Frankfurt në Shanghai, kurse kjo bërit mundur që ti të fluturosh direkt. Të shofit, kjo është fluturimi i parë, do shifen elementet ekonomik, leverdia, zhvillimi i turizmit, i tregtisë etj. që nësisin. Përfundoje. Po, përfundoje, të lutem. Okej, jo se doja turizmi gjitha do e simulojnë të rruga ajrore. Po themi e para pse ishte dhe pse janë të nevojshëm këto fluturime direkte kaq të largëta,
kujt i shërben që të udhtoj me të njëjtin avion dhe jo me tranzit? Pra kush thelbit, çështja, kur sen më shumë para apo çfarë? Jo, ka. Tu bën fjalë për ko, edhe pasaj për punë parans janë çështje komerciale që një kompani me një kompani tjetër lidhen për të bërë një unifikim tarife dhe jo dy tarifa të veçuara, por nga ana psikologjike flitet që ti je në avion, nuk ndron avionin e tjerë, ti ndalon për një fjull. E njëjta gjë, si Dorela, është dhe kur flasin shumë rëndom kohët e fundit që themi do kemi fluturime direkte me Amerikën, nga Shqipëria. Le të supozojmë që këto fluturime direkte në psikologjinë dhe në mënyrën tonë të artikulluar themi direkte, por ato me Kanadan për shembull themi ne do kemi fluturime direkte. Kemi thënë në fillim me Amerikën, pastaj flasim për Kanadan. Themi New York, po jo gjithë tregu është New York. Tregu është Miami, Washington, etj. Dhe pastaj gjithë flojnë Miami, New York, por New York Tiranë, sa i mund të fluturonte një shtë tre. Pra ti duhet thuash ne kemi fluturime direkte me New York, unë thoni ju, jo të themi kemi fluturime direkte me Amerikën, sepse Amerika është gjashtë më madhe, po, jo, qartë, e kuptova. Ti do zgjedhësh, mund mos kesh New York, mund kesh Detroitin, mund kesh tjetër, po e... Jam shumë dakord, kjo gjë ndodh me çdo shtet kam përshtypjen, nëse kam dëgjuar që thuhet fluturim direkt me Izraelin, ndërkohë që ti do shkosh në Tel Aviv, nuk do shkosh në, ku diun, Jeruzalem. Shumë e qartë, po, e kuptova. Është koncepti se Amerika është shtet, bashkim shtetesh, dhe ti, e gjitha të ti e ndjen atë që nga New Yorku s'pret Tiranë. Të kuptova, zoti Baçi. Senada, do doja të shkoj pak tek Elona, për pastaj do të vi tek ti Senada. Elona, si u komentua në media, pati impakt pozitiv dhe a mendohet të ketë mjaftueshëm udhëtar të cilët do fluturojnë 2 herë në javë drejt Buenos Airesit? Pra ishte i nevojshëm, apo ishte thjesht një test për të arritur të udhëtimin më të gjatë historik? Jo, nuk është thjesht një test, sepse kjo vjen pas vitesh e të tëra punë dhe studimesh e gjithë shka, por doja vetëm të shtoja një kuriozitet në lidhje me qenë se po flisim për kanalet e fluturimit, që ky fluturim është ndër të paktët fluturimet që kalon pjesërisht mbi polin e jugut, gjë që kërkon aprovime të veçanta, sigurie, koordinime të larta teknike, ndaj është akoma dhe më i veçantë, meqense ishim dhe po flisnim nga kalon. Ndërsa për sa i përket impaktit në media, këtu për kinën kjo përbën edhe një rëndësi strategjike, siç e tham, sepse nuk janë vetëm njerëzit që udhtojnë, por është edhe një kanal për shkëmbimin e madrave, për eksportet mes vendeve. Në këtë mënyrë mund të vinë produkte të freskëta direkt nga Argentina në Kinë, në ana sjelltas, dhe jep një impakt më të madh dhe shkëmbimeve tregtare. Prandaj ka rëndësi jo vetëm për turizmin dhe për udhëtimet midis njerëzve, por përbën edhe një rëndësi ekonomike të lartë. Rëndësi ekonomike, pra ti po shpjegon pak a shumë arsyet që kanë bërë realizimin në këtij lloji fluturimi. A ka mjaftueshëm nivel kërkese për të udhëtuar drejt Buenos Airesit? Niveli kërkesës nuk duhet parë vetëm me lëvizjen e njerëzve, por duhet parë, si thash, edhe me shkëmbimet ekonomike, me produktet, me eksportet e mallrave dhe çdo gjë. Ndërkohë, nëse kalojmë tek njerëzit, sigurisht që do ketë, sepse siç e thash, kinezët janë turistët më të shumtë në botë. Janë ata që lëvizin dhe udhtojnë më shumë, 123 milion vitin e kaluar. Ndaj kjo përbën rëndësi ekonomike dhe për vetë vendin. Pra është parë dhe është studiuar nga shumë këndvështrime për të arritur deri në këtë arritje dhe në këtë rezultat që sigurisht si është komentuar në media aty? Shumë punë. Në media neve në fakt këtu jemi mësuar me këto rezultate dhe habite e Kinës, sepse çdo ditë kemi nga një gjë të re që është një arritje e re. Ndaj edhe reagimet këtu kanë qenë pozitive. Sepse të lëvizësh nga një anë e globit në tjetrën vetëm për një ditë, le të themi, se 25 orë fundja janë thjesht një ditë natë, reagimet kanë qenë shumë pozitive. Bukur, Senada, sa komod duhet jetë avioni për të pasur këtë udhëtim kaq të gjatë? Do të thënë i plotëson kushtet, si e mendon? Unë i pash është një avion që përdoret nga kompani shumë prestigjioze, siç janë edhe Emirates, në fakt përdoren këtë lloj tip avioni për udhëtime shumë të gjata, pasi ofron edhe nga përmasat që ka një lloj komoditeti për të udhëtuar dhe për të bërë
udhëtime shumë të gjata, siç është edhe ky që është 25 orë gjysmë dhe kthimi 29 orë. Pra je 29 orë, pavarësisht sa i ndalon, je 29 orë në të njëjtin avion. Dua që të theksoj edhe një herë pjesën e sigurisë, që sigurisht që çdo avion është i sigurt dhe ka një siguri maksimale. Por për sa i përket udhëtimeve të gjata, ky është një nga avionët më të si thua më komod dhe më i sigurt për udhëtime të gjata, pra këtë lloj tipologjie avioni. Besoj që tani të gjithë ata që janë mësuar dhe janë lodhur nga tranzitet është një lehtësim jete, një përmirësim jete, jo vetëm në pjesën që shkurton pra 4 orë edhe jetojmë në një kohë ku time is money, pra koha është para, prandaj edhe unë mendoj që do ketë shumë kërkesë duke pas parasysh edhe numrin e lëvizjes që ka, plus që lexova edhe ca statistika që thoshin që do ketë një rritje të turizmit, pra të lëvizjes thjesht për turizëm, pa parashikuar ato pjesët ekonomike që i ka menduar Kina vetë, 30 deri në 40% më shumë pasagjerë do lëvizin në drejtim të Amerikës së Jugut të Buenos Airesit. Pra, duke e vendosur kështu në qendër të lidhjeve të tyre Azi dhe Bukur. Amerika Jugut. Si avion është një avion shumë i mirë, është një avion shumë komod, përdoret nga kompanitë luksoze që janë edhe për fluturime të gjata, dhe mendoj që është një zgjidhje shumë e mirë se sa të bësh shumë tranzite të një pas njëshme, se e tham këto që pra nëse udhëton nga një kontinent një tjetrin, ti do marrësh disa tranzite në kontinente ndryshme, ki edhe tranzitet në qytete, se varet se edhe të cili shtet ose të cili qytet do shkosh. Qartë. Dhe dua t'i bëj një pyetje, do të shtoje diçka Elona? Se po të dëgjoja? Jo, doja të shtoja që duhet kemi parasysh edhe faktin që ndërkohë që Argentina përjeton pranverën, këtej në Pekin është dimër, kështu që kjo do ndihmojë shumë edhe në rritjen e fluksit, sepse janë dy stin të ndryshme dhe do ketë kërkesë më të lartë për të zhvendosur nga dimri i, le të themi, i Kinës në verën e nisesh me xhup dhe del me robe banjo në Buenos Aires kur të arrish. Kjo është ideja. Felix. Pra, kontrasti i stinëve është tërheqës. Ne në Shqipëri me kë kemi fluturimin më të gjatë? Ne përgjithsisht nuk kemi fluturime të gjata, kemi fluturime të shkurta dhe të mesme. Të gjitha janë tranzit nëpërmjet Europës qendrore dhe veriore. Akoma s'kan filluar fluturimet që thonë bi-oqean. Po, fluturim direkt kë kemi ne, më të gjatin, nëse e konsiderojmë të tillë? Londrën. Londrën. Besoj është më gjati, Norvegjia se jashtuar aq shumë tash sa. Flet sot edhe nesër është një fluturim i ri desesionari. Dhe në përgjithsisht Londra që është më... Në bazë të kërkesë ofertës vendosen këto destinacione direkte, se unë shoh për shembull në Spanjë fluturim direkt në Barcelonë, por ka qytete që se kanë këtë fluturim direkt, ndaj pyes. Që kompanitë low cost kanë revolucionarizuar tregun ajror dhe janë drejtuesit e këtyre kompanive, të cilët hulumtojnë tregun, studiojnë ku është tregu, ku janë shqiptarët, çfarë lloj tregu, se tregu segmentohet në treg biznesi, turizmi, visiting relatives, do të vizitosh njerëz dhe tu, dhe për arsye sportive e tjera. Dhe janë kompanitë ajrore që e kanë sofistikuar hulumtimin e tregut dhe janë shumë të suksesshëm. Dhe ato e kanë treguar suksesin jo në Shqipëri, por në gjithë rajonin, edhe në botë, edhe po flasim për Europën, në Ryanair, Wizz Air, janë ato të cilët e krijojnë tregun. Aeroportet dhe ofruesit të shërbimeve të tjera të trafikut ajror janë thjesht në ndihmë dhe në mbështesin kërkesë ofertë. Bukuri. Por përgjithsisht është kërkesë ofertë dhe është merit e tyre. Lumsi Elona që do udhëtoj drejt Buenos Airesit kur të doj me këtë fluturim direkt. Ju përshëndes të treve, faleminderit për kohën. Ishte një temë interesante dhe jam e lumtur që andava me ju. Publicitet, kthehemi përsëri bashkë.
Një stuhi e fuqishme e quajtur Bajron duket se ka prekur disa zona të Greqisë dhe alarmi është shpërndar në të gjithë vendin me shkollat që janë mbyllur e po ashtu edhe fluturimet të anuluara. Mediat greke raportojnë se banorët po përballen me përmbytje dhe ndërprerje të energjisë elektrike, teksa në rajonin e Atikës është njoftuar edhe mbyllja e shkollave për ditën e sotme. Stuhia shkaktoi edhe ndërprerje të sinjalistikave rrugore që ka sjellë një kaos në të gjitha zonat dhe mbyllje të rrugëve. Zjarfikësët u thirrën në disa qytete për të ndihmuar banorët e bllokuar dhe për të menaxhuar përmbytjet. Bëhet fjalë për disa zona, siç u thash, që kanë bërë stuhin të zhvendoset nga njëra tek tjetra. Ka nisur rreth orës 5 pas ditën e të njëjtës dhe ka shkaktuar pasoja të mëdha në Rodos, Zakinthos e në zona të tjera për të cilat do të flasim në vijim. Kam në një lidhje direkte Akil Osmanin nga Meto Alp dhe po ashtu Irisa Idinaj, e cila do të na jap gjithçka ndodh në Greqi në vijim, sepse ndodhet atje. Fillimisht do shkoj tek Akili. Akil, mirëdita, të lutem na shpjego pak për çfarë stuhie bëhet fjalë dhe ku do të kalojë kjo stuhi? Momentalisht kjo stuhi është e përqendruar kryesisht në Greqi, ka nisur ditën e djeshme, por po ashtu edhe ditën e sotme mbetet kryesisht me erra shumë të forta që shkojnë me një shpejtësi edhe mbi 100 km/h, por po ashtu her pas here ka reshje me intensitete të larta. Do të jenë kryesisht të fokusuara Greqia veriore, pritet të ketë prezente këto reshje shiu të cilat do të sjellin edhe problematika pasi janë reshje të konsiderueshme në një afat të shkurtër shumë kohor dhe bëjnë që të kemi këto reshje të cilat shkojnë për, po themi, 1 deri në 2 orë, kemi reshje që shkojnë deri në 60 mm reshje shiu dhe është një situatë e cila është kaotike pasi jo vetëm reshjet e shiut, por po ashtu dhe parametri i erës her pas here është shfaqur mjaft problematik. Me këto reshje të shumta që ka përjetuar rajoni i Greqisë, po ashtu ka patur përmbytje, shkajet e dherave kanë qenë prezente pasi reshjet kanë qenë pothuajse të shtrira në të gjithë territorin e Greqisë, çka ka bërë që edhe në zonat kodrinore, duke qenë se reshjet kanë qenë të konsiderueshme, ka patur dhe problematika të tilla, siç kanë qenë shkaja e dherave. A do të kaloj, pra a ka kaluar pjesa më e vështirë, se po shija pamjet edhe zonat në të cilat ka kaluar stuhia që duket se ka sjellë problematika qoftë me energjinë elektrike, po edhe fluturimet të anuluara, kur mund ta konsiderojmë të kaluar fazën e keqe? Pjesa me keqe ka kaluar, por sigurisht edhe mbrëmja sotme do të vijojë të ketë prezente reshjet me intensitete edhe të larta, kryesisht në veri të Greqisë dhe më pas. Gradualisht do të spostohet drejt zonave lindore, duke prekur kështu shumë pak Turqinë edhe më pas në brigjetet e Dëzi, pra duke filluar që nga mesdita e ditës së nesërme kemi një përmirësim për sa i përket kushteve të modit, do të mbeten vranësirat reshjet e shiut, por do të jenë në sasira më të pakta. Edhe parametri erës ka sinjale që duke filluar që nga mbrëmja e sotme të ketë rënje të intensitetit të saj, pra do kemi rënje të shpejtësisë së saj. Për fat të mirë, pra fundjava ka një përmirësim gradual të kushteve të modit për territorin e Greqisë, pasi kjo stuhi ka qenë mjaft e egër dhe ka prekur në një afat të shkurtër kohor dhe ka sjellë këto reshje të konsiderueshme. Ndjes se ndoshta nuk të dëgjova me vëmendje, kjo stuhi do të mbetet vetëm brenda Greqisë apo do të kalojë edhe më tej? Pra, mund të konsiderohet e mbyllur situata e vështirë? Në fakt, për sa i përket kësaj stuhie, mbetet në territorin e Greqisë, por gradualisht duke degraduar do të shkojë edhe drejt Turqisë. Pra, në rënje shkon drejt Turqisë. Këtyre përmasave. Po, nuk është se do të jetë këtyre përmasave, pasi zhvendoset drejt zonave lindore, sigurisht më së tepërmi Turqia do të përballet me reshje mesatare her pas here intensive, por jo reshje të cilat ka përjetuar Greqia. Vetëm në zonat izoluara, kryesisht në zonat perëndimore të Turqisë, pritet që her pas here reshjet e me intensitete të larta, por për fat të mirë kjo stuhi tashmë është duke degraduar dhe nuk është se pritet të shtojë problematika për sa i përket vendeve përreth Greqisë. Akil, të përshëndes. Faleminderit shumë, je fantastik edhe konciz në gjithë raportimin tënd. Ishim me Akil Osmanin, por Irisa Idinaj do të më shpjegoj pak se si po e përjeton Greqia, çfarë kanë thënë institucionet, alarmi kuq, kam lexuar në disa media, ka pasur persona që kanë lënë banesat e tyre dhe përmbytje të mëdha. Ku është vështirësia më e madhe, Iris? Vështirësia më e madhe është në Atik, që përfshin komplet Atinën, ka përfshirë dhe disa ishuj, dhe këto të gjitha situatat kanë pasur një emergjencë është aktivizuar red alarmi tuq për të gjithë qytetarët në të gjithë zonat e Greqisë, duke ardhur njoftimi në celular që do të shmangin lëvizjet e panevojshme, gjithashtu punojësit të cilët janë në shërbimin publik e kishin të detyrë të thënë nëse ishte në zonat e rrezikshme të mos paraqiteshin të merrnin lejë nga puna,
Dhe të gjitha shkollat në Atik dhe në Përishut, Sandorini, Rodhës, u mbyllën totalisht sot. Sepse mendoj se situata deri të shtunë, në përmbjetës së shtunës do jetë e tillë dhe pastaj do lehtësohet si gjendja. Të gjitha ata banorë të cilët kanë pasur shtëpia të nënveshme, depo ose që janë krijuar përmbytje, janë ndihmuar direkt me linjën e emergjencës të cila u aktivizuan 112-ta, thjesht edhe vinte më njëherë në ndihmë të qytetarëve për të ndihmuar dhe për të siguruar në rast të parë vetë qytetarët dhe më vonë dhe për të ndihmuar për banesa, ose për rrugët ose makina që ishin të bllokuara. Shteti çfarë informacionesh ka dhënë, institucionet, cilat mbajnë përgjegjësi, kush po i ndihmon qytetarët kryesisht? Ato siç e thash, red alarmi kuq ishte direkt e njoftimi në celular që të shmangeshin më njëherë lëvizjet e panevojshme. Duke u mbyllur dhe shkollat, duke u dhënë dhe leje punojësve në për të zonat vështira të mos paraqiten në punë, kjo ishte ndihma e parë kryesore, njoftimi i emergjencës. Pastaj të gjithë ata që kishin probleme, qoftë në banesën e tyre, qoftë në punë, qoftë në rrugë, në makinë, do merrnin më njëherë në telefon 112-ën që ishte u aktivizua, domethënë linja e emergjencës, e cila të vinte në ndihmë të menjëhershëm të qytetarit. Nëse flasim për, po ti po më thoje, ka dhe mjegull në për rrugë, se po shoh këtë videon e dërguar në redaksi. Kishte shumë mjegull, sidomos gjithë zona e Greqisë Veriut. Kjo tash është pak e pastër, por ishte një zonë, domethënë që ishte sikur kishte një çarçaf, një perde të bardhë, dhe ishte dhe rruga karvan makinash për arsye për të vetë kujdesur dhe mos krijeshin përplasje. Cilat janë zonat që po kalojnë më shumë vështirësi? Zona më e madhe vështirësisë është e Atikës, që përfshin Afinën. Atika. Janë pastaj ka kapur edhe Maqedoninë Qendrore, që përfshihet Saloniku, zona domethënë Greqinë Veriore dhe goxha ishuj, domethënë Sporadhes, ishut e Egeut, Rodhosin, Peloponezin, po thuajse më shumë se gjysma e Greqisë po e kalon këtë situatë. Edhe diçka tjetër që doja të të pyesja, banor, a ka pasur nga ata të cilët janë evakuuar, që kanë lënë banesat e tyre, ka pasur banesat të përmbytura, ku janë vendosur? Janë vendosur në ambiente të sigurta, të cilat janë siguruar nga shteti grek. E kuptoj, pra mund të flasim për banesat të përmbytura edhe atje? Po, ka goxha banesa të përmbytura, ato siç përmenda edhe pak më përpara, banesa të cilat janë të nënveshme ose katet e para që kanë krijuar përmbytje janë evakuuar më njëherë banorët, që mos krijohet asnjë lloj dëmi në shëndetin dhe dëmtime në njerëz, pastaj do merren në këtë pjesën kanë shkuar gjatë fikset për të hequr ujin nga banesa dhe për të sistemuar disi domethënë përmbytjen. Por për rast të parë tash është evakuuar dhe është komplet janë shkuar në për spitale dhe në për qendra shëndetësore dhe në qendra të bashkisë për shëndetin e tyre, për të mbrojtur. Dhe diçka tjetër përpara se ta mbyllim Meris, nëse mund të më thuash, a ka informacion çfarë pritet të ndodhë në ditët në vijim, pra alarmi kuq vijon tani që flasim bashk, vetëm sot janë të mbyllura shkollat dhe sa fluturime janë anulluar? Janë anulluar shumë fluturime, sidomos nga aeroporti i Afinës, por edhe nga aeroportet të tjera të ishujve. Mendohet që kjo situatë jetë deri në të gëbirtë të shtunës, domethënë deri në orët e mëngjesit të ditës së sotme. Shkolla është mbyllur për momentin, njoftimi është vetëm për të premten, vetëm për sot, sepse mendohet nga e hëna të stabilizuar situata, por nëse nuk do të stabilizohet do vinë një njoftim i ri. Sepse mendohet që kemi përpara të shtunë të dielën, e cila do ketë lehtësuar disi situatën. Por nëse shikohet gjendja që mund të ketë përmbytje në shkolla, në zona të caktuara do vi sërish njoftimi që mos hapen asnjë. Qartë. Mirë, Iris, të falenderoj shumë për sqarimin edhe për gjitha detajet që ndave me ne. Për para se të përshëndes, mund të më thuash pak ti në cilën zonë ndodhesh, atje ku ti je për rretha, ka problematika? Unë jam në zonën e Selanikut, në Greqinë Veriore, kishte goxha problematike, stuit fort, rreshje shiu dhe mjegull. Tek ju në atë zonë shkollat janë të hapura sot apo çdo gjë e mbyllur? Sot ishin të hapura, para ditës, sepse kjo gjendja në zonën ku jemi filloi nga mesdrekat, do të thënë para 2 orësh, të cilat orët e para të mëngjesit ishin më të qetë. Qartë. Të përshëndes dhe uroj t'jesh mirë, ti edhe të gjithë faktikisht që ndodheni atje.
Faleminderit. Siç e vutra më herët, po flasim për Stuhin Bajron që duket se ka dëmtuar shumë zona të Greqisë, ka vendosur në vështirësi qytetarët atje, të cilët një pjesë janë detyruar të lënë banesat e tyre për shkak të përmbytjeve, një pjesë tjetër ka ndryshuar rutinën, fluturimet të anuluara, e po ashtu në anën tjetër shkollat të cilat kanë pezulluar mësimin, kjo si pasojë e alarmit të kuq, një mesazh i shpërndar në celularët e të gjithëve, duke i ndaluar ata të vijojnë për ditëshmërinë e tyre për të mos rrezikuar jetën. Zjarr fikse apo dhe institucione të tjera janë vënë në dispozicion të qytetarëve në Greqi për të ndihmuar me situatën të cilën po kalojnë. Mirë, përpara se të ndalemi në një hapësirë të shkurtër publicitare, më lejoni t'ju kujtoj edhe pak bileta kanë mbetur nga shfaqja që mbahet sot dhe nesër në studiot e Top Channel në Kashar, spektakli më i madh i humorit Portokalli vjen sot në orën 19 dhe nesër po ashtu në orën 19. Të gjithë ju që dëshironi ta shihni nga pranë dhe live të gjithë shfaqjen, mund të siguroni biletat tuaja online në topvischannel.tv apo të merrni ato fizikisht pikërisht këtu në Top Channel. Publicitet, kthehemi pas pak. Do të flasim për sport, por për një sport shumë të veçantë. Do të flasim për kampionatin që u mbahet në Athinë të Muay Thai dhe përfaqësimin që pati Shqipëria atje. Jam me Arbis Vjerdha në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj sot dhe Elian Dule, shumë faleminderit, mirëdita të dyve. Shumë kush mund të ketë pikpyetje rreth, po themi, gjithë mbështetjes që ju dhe sporti juaj ka. E them këtë për shkak se një pjesë e madhe e shqiptarëve mendojnë më shumë futbolli, kombëtarja, ndeshjet, po dalë diku pak nga sportet e tjera, po Arbis më trego pak si është mbështetja sa i takon sportit tuaj dhe si shkoi në përgatitje dhe në atë që ne kërkojmë të arrijmë. Po tani qeveria po jep shumë para për sportin, por njerëzit që hartojnë politikat për sportin kam përshtypjen, po faktet flasin vetë që po shkojnë lek në drejtim të gabuar dhe nuk po japin rendimentin që pritet me gjithë ato lek. Ne sa i përket mbështetjes se kemi minus infinit. Sepse u banen shumë vite që ne vetëm i sjellim medalje Shqipërisë, edhe jemi të regjistruar në 2 federatat kryesore që janë të regjistruar në Komitetin Olimpik Botëror. Dhe njerëz të kam përshtypjen janë jo profesionist, se nuk dua... Nuk kanë vëmendjen e dur, thua ndaj. Jo, janë jo profesionistë, nuk din të hartojnë politika me sportin, i shpërndajnë buxhetet pa një rregullore të brendshme, pas një lloj kriterit. Dhe në shumë raste, për rastin tim për shembull, i kthejnë disa inade personale në feedback negativ për federatin. Një federat që mori pjesë nga data 17 në datën 25 nëntor në Athinë? Në Athinë, në kampionatin Europian të Muay Thai dhe nga data 19 deri me datën 30 në kampionatin botëror të kickboxing. Pra, ne kemi çuar 9 sportista në Athinë dhe 4 në Abu Dhabi, të gjitha me shpenzimet tona. Dhe kemi marrë medalje. Tani, ekziston një VKM që shpërblen sportistat që marrin medalje. Po, burokracia e pafundme, me dashje apo pa dashje, nuk më intereson fare. Janë marrë medalje që në maj, akoma s'na kanë ardhur fondet. Dhe më fort është që ministri firmos dhe ka dashamirësinë për me na ndihmu, por nuk bëhet fakt pastaj. Jo, hallkat që janë poshtë ministrit, me burokracinë e tyre bajnë me ba figurë të keqe edhe ministrin. Pra, me fjalë, ministri firmos që ne na kalohet fondi dhe s'kalohet kurrë. Dhe nuk kalohet kurrë. Me fjalë, këto janë komandant që zyra vetë, a kupton, dhe ministri bën figurë të keqe. Pra, unë vazhdoj, ka shumë vite që e them që instancat apo drejtoria e sporteve në ministri është e kalbur, edhe gozhdat janë kalbur asaj drejtori. Janë njerëz totalisht të paaft dhe kanë një prepotencë që kur ti shkon me fol me ato, me fjalë i flet për sportin, ti, po ai të flet ty një diçka tjetër që nuk ka lidhje me sportin. Sa sportist kemi ne në federatën tuaj? Të federuar e kam fjalën, pra, zyrtarisht. Po mund të jenë 260 vet. 260. Po edhe sikur të ishin 2 vet, kur çohet flamuri kombëtar. Patjetër. Si thotë, edhe herojt nuk janë më mira. Po shoh pamjet, më trego pak si shkoi.
Si shkoj, u lodhë me u sagatume, u rafme, se ne nuk janë se kemi me shah, me lujt 6 orë. Ne rahemi, dzihemi, sagatohemi edhe është mund. Djerë sa çdo sportistit faktikisht është mund. A priori si çfarë sportit bën. Për ashtu këto sportet statike, si shahi apo kur janë. Po, ja tani ne me flamur shqiptar jemi aty, se kemi flamurin as bluh, as kuq, as partis, as krahinc, as personalin shtëpisë tona, kupton, dhe kur e shoh që na përgjigjen me një prepotencë shumë qeshi, se u banin shumë vite që hasëm me të lloj prepotencë, po çfarë bëjmë? Do të kam ngulim deri në fund, sepse ne misioni jon për të ndëru komin dhe pasioni jon për këtë sport prevalon mi çdo gjë, edhe mi ignorancën. Elian, si ishte? Ishte eksperiencë shumë e bukur, por problemi është që ne duhet të shkojmë sa më shpesh. Dhe duke paraqitur vetëm një kampionat botror në mungesë fondeve, për ne është emocion i madh dhe duhet të shkojmë në më shumë aktivitete. Kur ke dhe uniformën e flamurit, ti nuk përfaqëson veten tënde, unë nuk përfaqësoj Elianin, përfaqësoj një shtet, kam një flamur dhe është përgjegjësi më e madhe. Vajti mirë, jo është siç prisim, po vjen prapë viti tjetër shpesh që do doje shumë të merre pjesë prapë. Patjetër që po. Nëse janë dhe fondet e duhura, ne jemi të hapur, stërvitja nuk mungon, motivimi jon, disiplina jon është e vazhdueshme, thjesht kur do të duhet punosh dhe të bësh dhe sport dhe të ndjekësh ëndrrën është diçka që nuk e bën dot. Sa stërvitesh? Kur jam jashtë garave, është diku te 2 deri në 3 orë në ditë, kur afrohen garat, fillon stërvitja dyfisht, duhet dalim para dite, mbas dite, regjimi është më strikt, gjumi, ushqimi, çdo gjë. Si ishte pjesëmarrja, çfarë të veçantash kishte, çfarë vure re, si të duk kampionati evropian? Një veçantë që ne pam, ne ishim nga federata dhe ekipet me më pak pjesëtar. Do thotë që ne ishim 4 sportistë në botror, me një sforcë shumë të madhe, ndërkohë që ekipet e tjera kishin sjellë diku te 50, 60 dhe 100 sportistë. Dhe vinë shumë të mirë organizuar si federata dhe ekipe. Vinë me trajnera, vinë me doktora, vinë me fizioterapistë me vete. Ndërkohë nga krau tjetër, presidenti jonë do të bëjë dhe rolin e trajnerit, do të bëjë dhe rolin e prindit, mjekut, gjithanshmi. Pra Arbis, ti je marrë pothuajse me të gjitha? Po çfarë ti bësh? Unë shkoj me kostum ke asambleja e përgjithshme, federatës botërore, heq kostumin, vesh tuta, shkoj ke cepi ringut e i tapetit sportistave. I bëj masazhe, i veshi, i ve bendet e duarve. Po çfarë ti bëjmë? Kjo është Shqipëria që duam. Që nuk e duan, fakt nuk e duan askush, po Si u regjistrua, domethënë si u bë pjesëmarrja e mundur në kampionat, për shkak se ekzistoni si federat? Po jo, faktikisht kjo është edhe më afort atje. Se dikush ju ndihmon dhe pastaj ju në balë. Ne jemi një federat shumë e konsoliduar, e regjistruar në gjitha instancat në 2 federatat më të rëndësishme botërore që janë në Komitetin Olimpik Botror, në Ministrinë dhe Komitetin Olimpik, por gjithmonë për përgjithshmëri, mbas edhe dashakëtësi, kanë arrit dhe kanë bërë një federat tjetër totalisht të kundërligjshme. Edhe kemi prit që ne të tutelohemi minimalisht nga drejtoria e sporteve apo Komiteti Olimpik. Nuk bën as lvizje as kërkosh, shtojnë po fjalët e bukura, edhe vazhdojmë kështu me këto burokracinat. Si mbulluat shpenzimet në Athinë? Nga xhepion. Nga xhepion, të gjitha nga xhepion personal. Po në momentin që morët mëse medalje? Po. Ju telefonoj njëri? Jo më fare. As lumshin durët, as i gjë më fare, zero. Këtu punohet ma shumë se me 2-3 standarte. Dikush merr dekorat e ministri, diku nuk pretas, dikush merr dekorat e kryeministri, ne s'na pretas ministri. Tani ky i riu ka ardha, kupton edhe si vefaj, po në sensin që Ministri është zoti Blendi Gonxha tani. Po, ai ka nuk i vefaj, se tani ka ardha, nuk e ngarkojmë dot me fajet e mbartura. Me fajet e mbartura, se këto janë disa gjana, po nuk do me ditë kush fare. Zero. Atje ne gëzojmë një respekt ma shumë se sa gëzojmë në vendin tonë. Edhe pse ishim me 4 sportista, ata na vlerësojnë, sepse din që ne buxhetin e kemi nga të ardhurat tona personale dhe na kanë ndihmuar, na kanë mbështetur. Kjo që po thoshte edhe Eliani më herët, të tjerët kishin nga 60, 70, 180 vetë kishte Turqia, 160 Polonia, Kroacia kishte 120, po tani ishin 3000 sportistë atje. Ne aq kemi mundësin, sa kemi kam, shtrimi organin, bile në angelin kam të jashtë i qik, po që të bëjmë? Edhe shkojmë dhe marrim pjesë. Problemi është se ne marrim pjesë pak, po nuk vim në herën pa medalja, po pa në venderit.
Në kampionat botror për shembull Eliani është klasifikuar i 5-ti. Edhe një sportist tjetër arriti mu fut në 10 më të mirë të botës. Në kampionat evropian mor me 3 medalje, 2 argjendit dhe 1 bronzit. Po. Edhe para se mu nis për kampionat botror i bisha telefonave pa fund që na kaloni shpërblimin që ti ikim ato lek, të ikim kampionat. Po. Ore nuk lash telefon para e rëp pa i than nuk kalunin lekt. S'kan kalu lekt akoma. S'te e bëni? Po do presim që të bëjmë. Jemi mësuar, nuk është se... Jemi mësuar, në moment fundit gjitha. Normalisht duhet me qenë 3 muaj, 90 ditë. Po na bahet viti. Viti jo, po që në maj, shife vetë tani. Më vjen në mendje... Lek që në takojnë neve, një shpenzojnë po prap për sportin, po prap ato nuk tundet askush. Më vjen në mendje Luiza Gega, edhe ajo për shembull ka folur për këtë çështjen që, okej, dalin na presin në aeroport, ju s'ju ndodh askjo. Jam shumë dakord me këtë pjesë që edhe shenja mirënjohjes dhe falënderimit ju mungon, jo më fal. Luiza Gega nuk duhet me fol fare, ka maksimumin e respektit për Luizën, për çdo sportist shqiptar. Luiza Gega ka dale, kanë prit me Cadillac, i kanë dhanë dekorata, ka marrë leka shtun. A din ku është Luiza? Mos u anko, thuj, sepse po ankove, thuj. Ka shumë më keq. E pri sharmin e saj si sportiste tani, t'jemi qartë, a kupton? E mira nuk ka fund. Po Luiza në qo se me mira ka një pik kulmore në Shqipëri, Luiza është ke pika kulmore. Elian, cila është dëshira jote? Ku e she, po themi, maksimumin? E ke nisur si pasion, si dëshira, apo si, po themi, synim për të qenë sportisti mirë fill? Tani si çdo fëmijë asnjë nuk e ka dëshirën të përdorur për sportist. Ajo fillon si diçka që ti je shef, diku në një film, diku në internet, diku shef një palestër afër shtëpisë, fillon si një hobi për vetmbrojtje, për të dobësuar, për të forcuar, për të rritur besimin, për të krijuar një disiplinë dhe rrugës shef që nëse je i prirë ose ke dëshirë të integrohesh më shumë edhe të shkosh sportist. Dëshira çdo sportisti është dalë kampion bote. Të arrimajnë në sportit, ka shumë sportistë që provojnë gjithë jetën nuk e dalin. Ne kemi shkuar, jemi prezantuar këtë vit, unë kam vajtë në 2 kampionate botërore dhe në prill dhe tani në nëntor. Në prill mora vendin e 3, Sarat vendin e 5, shpresojmë që vitin tjetër stërvitemi më shumë dhe të kemi rezultate më të mira. Çfarë thon shokët për këto sukseset e tua? Ti nuk besoj që ushtron forcën tënde në ambiente? As pak, nuk, kjo është diçka që ka ngel që sportistat janë njerëz dundshëm, janë problematik, ajo është mbas karakterit. Nëse i problematik si në sport, si në ring, si jashtë, ketë njëjtën zgjedhje. Për krah e shokëve është e madhe, kur fitojmë na duan gjithë, kur humbim përveç mamit, babit, rastin e profesorit, vetëm ta na ngushëllojnë, kështu që suksesin e duan gjithë, humbjen e vuan vetëm ai që I tregove njerëzve të afërmve, miqve, shokëve për kampionatin evropian, pjesëmarrjen? Normal që po, se është diçka që edhe ne mungojmë, nuk kemi prezent në familje, në shoqëri, na duhet të largohemi shumë nga rrethi shoqëror, nga puna, për të dedikuar stërvitjes për të pasur rezultate sa më të larta. Kam një pyetje faktikisht për të dy, po të nis me ty Arbizit të më shkurt të lutem. Cili është hapi i radhës për ju? Për çfarë përgatiteni? Hapat e zakonshëm, të luftoj më shumë, të marrim medalje më shumë, edhe unë duhet me qenë sinqert. Unë për veti kam karrierën time kam kaluar gjithmonë duke u ndesh për flamurin, për nacionalizmin, për patriotizmin. Tani e kam zero. Tani do mi bë sportistat kapin në lek me këtë vegëment që na ka zerë kryeministri, që të bëjnë diçka për jetën e tyre, se mu më ka marru karrierën. Fitojnë si sportist, t'jenë të suksesshëm si sportist. Jo, kapin në lek. Po pra po, sepse ka çmim, çfarë suksesit. Mirë, se kur e thua të kapin në lek, t'jetojnë me sportin. Do ta them në mënyrën banale sepse ashtu kemi arrit. Unë di për me thënë edhe ndryshe në gjuhë akademike. Të kapin në lek, sepse sportisti nuk është si Adriano Celentano që 80 vjeç merr 100.000 spektator. Elian, do të jetosh me këtë sport apo është si opsion të dytë? Jo, për momentin e shoh opsion primar dhe jam shumë i gatshëm që dhe të shfutem nga puna për të vazhduar sportin sepse është sakrificë e madhe, por në pamundësi të përkrahjes të shtetit do mundohemi të punojmë dhe të strapacohemi për të bërë një ëndër realitet. Por shumë që të na kenë dëgjuar veshët e duhur në gjithçka me të drejtë thatë të dy, sidomos ti, president. Kam një thirrje shumë të vogël për gjithë sportistat që bajnë këtë sport. Shifni vëkëmën e kryeministrit, ligjin mbi sportin që i favorizon sportistat, edhe shkoni gjithmonë në drejtimin e duhur, me federatën e duhur,
që t'i jepni sa më shkëlqim karrierës tuaj. Kaq dimi u thënë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve për Për ftesën. kohën edhe për gjithë komentet edhe problematikat që ngritet me të drejtë. Çdo herë që keni diçka, jeni të mirë. Ju faleminderit. Ne kemi mbritur në fund, ju uroj një fundjavë të mbar. Kalofshi mirë.